Zonja dhe zotrin, drejt për drejt nga studiot e Syri Televizion, Dojna Mema dhe Florian Binaj prezentojnë Piranjat Show! Mbrëma. Të pëlqej? Shumë bukur, mbrëma dashurish. Faleminderit shumë. Vetëm një sekond dashurish. Ama. Lali do të themi sekret. Më thuaj. Po mos e thuaj njëri, është mes nesh. S'ka gjë, ule pak zërin. Është mes nesh. Mos më marrën për keq. Ça? Të zhgris fustan. Ku mo? Mos e shi, mos bisi. Po është modeli më kështu. A seriozisht e ke? Modeli. Mirë bro. Po grizë unë pantallonat herës. Kështu nga mbrapa dhe ktheuar pas here. Ose një këtu spako. Një spako, spako. Spako. Do e nisim sot dashurmiqe me një bravo të madhe për kombëtarin e futbollit. Po, e vërtet. Bravo Çuna, bravo Goca, bravo Silvinjo. Do doja shumë qia dhe kombëtarin e volejbollit, thoja bravo, edhe atë të basketbollit, edhe gjithë sporteve tjera. Me radhë. Nisim njerë me kombëtarin e futbollit, sepse nuk ishim vetëm kualifikim, po jemi edhe të parët në grupin tonë. Gjë që kam përshtypjen do të mbahet mund gjatë, se është një nga ato arritje që s'mund të harrosh kaq shpejt. Ja, po ne si popull harrojmë shumë shpejt, kështu që pas nesër të them çka kanë ndodhur. Ne kemi atë që dia më e madhe, 3 ditë gjatë. Unë do të bëj një urim edhe për ata që ishin pjesë e këtij suksesi, që na kanë bërë krenar të madhe të vogël, të këqij, të pasur, të varfër, gjithë. Ne në fakt tani mos bëjun atë zërin jashtë korit, po prisnim edhe ndonjë gol ndaj Ishujve Faroe. Po na erdhi gjunafni le. I lam vetë. Ata bëjnë atë grupin deri këtu ti fosim me golin. Ska gjë, gjëra që ndodhin. Po se ishim të gjithë me gol në gryk, po të them. Unë tash përveç Bajame kam 2 gola këtu. Po të hap golën. Dukon? Kur që unë kam vetëm 2 gola të Bajame ti kam hequr. Po ti pas kish pëtomi. Unë kam frikë kollitje se mos bëjnë një gol. Shiko, pa merak, ruaj kordat se kemi kohë deri në Evropian, do bëjmë një gol aty, patjetër. Do bëj atje. Tani që thash unë. Tani që the ti, unë mos shkoni fare se keni të marrë me qenë tavolinë. Harroj fare. Por një bravo të madhe do doja t'i bëja Dojna edhe gjithë tifozëve që e ngritën atmosferën e çun kështu flak, domethënë, të kapin për rrugë, ku i du shku në shtëpi, do vish në stadium, hop, me fishek zjarre, me tullum baca, lloj teknologjisë, domethënë ishte shumë e bukur. Ti e ke fjalën tani për stadiumin Air Albania? Po. Apo për parlamentin? Për stadiumin. Okej, se dhe në parlament u bu një shfaqje e tillë. Kishte tunaja e parfume, nuk di. Flaka dan, nuk di, fantastike. Dhe e vure re që për 4 minuta, vetëm 4, edhe kënga është vetëm 5 minuta, por jo, ne shkojmë 4 minuta. Black Friday! Me ofertë, u miratua buxheti për 2024-ën. Ska, më efektiv se kaq nuk ka pas asnjëherë. Nuk ka dhe, unë kam përshtypjen që të çunat e kombëtarës duhet marrin çik shembull, për 4 minuta. Rriti. Unë kam përshtypjen se ndërkohë që bëjnë ndeshje gjithë thonë, po bëhem gol. Këta në parlament ishin, hajde firmos, se kanë një menin, se tu pa neshin gjithë. Po s'ka ardhur ai sot për ta firmos. Jepi një kështu karabin. Ani për 4 minuta çdo gjë marrë punë, shot buxhetin në shtëpi në xhep. Si buxhetin xhep më? Ku kam dëgjuar këtë? Çfarë është kjo buxhetin xhep, mos si fuska buxhetin xhep? Po të xhepat e familjarëve Milani. Mirë, këtu. Të fisit, pastruseve, edhe ishut Faroe. Ti e bëri si ata, si janë familjar. Po. Justifikohet çdo gjë kur je familjar. Se janë familjar, mos ma bëj këtë gjë. Por ç'është e vërteta, Flor, përveç këtyre ngjarjeve që kemi parë për gjatë kësaj jave, Shqipëria ka edhe një fytyrë tjetër. Dhe konkretisht një fytyrë që është aq sa prekse dhe frymëzuese, duhet thënë. Po, do ju ftojmë të ndjekim një rrugtim sa prekës, aq edhe melankolik, aq edhe piktoresk, aq edhe plot adrenalin. Piranja jon Kamila do ndjekim një grup fëmijësh që në zonat e thella të Pukës bën një rrugëtim plot 2 orë për shkuar deri në shkollë. 2 orë? 2 orë, Lali. Po 2 orë s'është udhtim, më Flor. Po çfarë është? 2 orë është pelegrinazh. Po, ndezin qiri dhe rrugës. Realisht janë 1001 peripeci që kalojnë këta fëmijë për të shkuar në shkollë, në fund të ditës për të shkolluar dhe për të fituar dije, se normalisht kalojnë në Ngric, kalojnë në Bor, kalojnë në Lumenj, po të delet në një ari, po ndonjë ujë, edhe nuk tallem kur i them këto, kam seriozisht janë zona të thella. Janë shumë zona të thella, po ka njerëz në botë që paguajnë lek për të provuar këtë lloj eksperiencë, Lali. Paguajnë lek që të shohin këta djem, këta vajza të vegjël, i përjetojnë live. Ndryshe nga fëmijët e qytetit, që janë gjithkohë celular, iPhone, tablet,
Snapchat, TikTok, Fortnite, çik kështu. Këto gjërat. Nuk e din që këto gjëra që këta i lozin në mënyrë digjitale, atje këta fëmijë i përjetojnë me vërtet. I ndjejnë. Shkojmë. Në një kohë kur çdo prind shqetësohet për ecurinë e fëmijëve të vet në shkollë, cilësinë e mësimdhënies, praninë e psikologëve, oficerë të sigurisë apo për kushtet bazike nëpër klasa, në Shqipërinë e fundvitit 2023 ekziston edhe një realitet tjetër. Një vend ku shkollimi kthehet thuajse në një mision të pamundur, ku vargjet e miqjenit janë ende aktuale. Dhe rastësisht kjo ndodh në Puk, vendlindjen e lulit të Vocër. Më saktë në fshatin Blerim të rrethit Puk. Në këtë zonë të bekuar nga bukuritë natyrore, e ku koha duket se ka mbetur në vend, një dyzinë fëmijësh sfidon largësinë e mundimshme dhe kushtet e vështira atmosferike për të shkuar në shkollë, edhe pse u duhet të ecim çdo ditë rreth 5 orë në këmbë. Shkak është bërë mungesa e një mjeti transporti për t'i çuar të vegjëlit në destinacion. Pa mundësi që natyrisht shkaktojnë keqardhje tek ata pak banorë të varfër të zonës, të mbetur të pashpresë për të ardhmen e pasardhësve të tyre. Sa fëmijë keni? 2 kam unë, 4 janë të vllajt. Sa vjeç janë fëmijët? Djali në tesh i bën 7, nësa vajza 5. Ikin vetë në shkollë fëmijët? Vetë, se do të më shku me punu diku, më dalë për ditë me fëmin, mi prit, mi marë, më shkon dita. Në çfarë ore nisen fëmijët për në shkollë? Në 7 nisen. Kur dalin nga shkolla? 12:30 një, si mas orarit mësimit. Në orën 3:30 na vinë fëmijët të shtëpia. Si ke emrin? Kristela, Sa vjeç je? 10, Si ikën në shkollë ti? në këmbë, A lodheni? shumë. Çdo mëngjes, këta fëmijë të grup moshave nga 5 deri në 12 vjeç dalin nga shtëpitë e tyre dhe bëhen gati për të nisur së bashku drejt vendit të dijes. Në një kalvar të mundishëm që pa kush do ta besonte, nëse nuk do ta shihte nga afër. Pylli i rrezikshëm është e vetmja mundësi që ata kanë për të shkuar në shkollë. Na duhet ta provojmë vetë këtë aventurë të frikshme. Kështu që me Kristelën, Egnesën dhe fëmijët e tjerë do të nisemi drejt shkollës. Hajde do ikim bashkë të shkolla tash? Po, Rrugëtimi nis nëpër një shtek të ngushtë të pyllit. Për të çarë me këmbë, fëmijët ecin njëri pas tjetrit mes baltës, në të cilën nëse për një çast tregohesh i pakujdesshëm, mund të rrshqasësh poshtë në një terren teje të rrezikshëm. Por më tepër, këpucët e tyre janë të papërshtatshme për të përshkuar vende të tilla. Këtë rrugë e cila është shumë e rrezikshme dhe fëmijët mund të bien në përrua, ata e kaluan njëri pas tjetrit për të ikur në shkollë. Disa hapa më tej na pret një tjetër pengesë akoma më e madhe. Duhet të kalojnë përrojnë përmes një peme të sajuar si urë. Për fat të mirë, fëmijët ja dolën, por çfarë ndodh me ta në ditët e acarta, kur bien re shishiu apo bore? kam frikë me kalu ka ura. Të urat më kapët ka më algjohem. U vrave aty ku rrëzove? Pak, Të ka ndodhur herë tjetër? po, Po ki frikë që kalon të gjithë të ura? po. Pa 4 ditë kanë ardhur pro atje poshtë te ujti. Janë ngri fëmijët. Mungesa e urës u ka vështirësuar jetën, sidomos në dimër, kur këta fëmijë jo vetëm që privohen nga mësimet, por edhe izolohen totalisht, pasi prurjet e përojt janë të mëdha. Mbushet plot prori, nuk mundemi të kalojmë nga ura, kemi frikë se rrëzohemi. Si a bën ti kur është kohë e keqe? Kora shumë shi liqë fija. Këtë urë e ka ndërtuar babai i 2 vajzave, banor i fshatit Blerim. E ka bërë që fëmijët të kalojnë të sigurt këtë përrua, i cili është shumë i rrezikshëm. E ndërsa vazhdojmë udhëtimin, përpara nesh shfaqet një tjetër urë, pastaj një tjetër dhe disa minuta më vonë edhe një tjetër. Kjo është ura e 4 që fëmijët kalojnë çdo ditë për të vajtur në shkollën Blerim. Me të kaluar urat e improvizuara nga banorët e zonës, vështirësit sa vine shtohen për këta fëmijë, të cilët bëjnë të pamundurën për të marrë dije. Kemi më shumë se një orë që po ecim. Kemi kaluar 5 ura edhe kemi kaluar afër një përroj. Tashmë fëmijët ngjisin një relief malor. Por kjo malore e vështirë nuk i trem as pak ata. Frika e tyre më e madhe janë kafshët e egra të pyllit. Pse ke frikë? Ka shtege, kemi pas edhe qenë t'i marim në shkollën. Si arusha, si çdo gjallë. Më ndodh fëmijë me hasën të, është frikë i madhe, jem ma fëmijët. Por pavarësisht frikës dhe rrezikut nga ergëlsirat e pyllit, grupi fëmijëve vijojnë rrugën përmes një shtegu me shkure të dendura.
Kemi akoma rrugë për të bërë? Se kena ba akoma në gjysën. Portretet e lodhura të fëmijëve pohojnë se ka ardhur koha për pushim. Kemi gati 1 orë që ecim në këtë kohë të keqe, është shumë ftohtë dhe ky është vendi ku fëmijët pushojnë pasi kanë ecur 1 orë në drejtim të shkollës. Ky moment relaksi na shërben për të mësuar më shumë mbi ëndrat dhe dëshirat e këtyre fëmijëve. Sa fëmijë jeni te shkolla? Po një 12, jemi me mosha të përzira. Edhe bëni mësim të gjithë bashkë? Po, te klasa ime jemi 3, vetëm klasa e 6. Cila lënë të pëlqen më shumë në shkollë? Matematika. Italishten. Çfarë të pëlqen të bësh kur të rritesh? Doktoresh. Polis. Do të bësh polic? Pas disa minutave pushim, nisemi për të vijuar sërish rrugën. Frymarrja e fëmijëve sa vjen e vështirësohet. E megjithatë, lajmi i mirë është se na ka mbetur edhe pak rrugë. Jemi shumë e fatë. Akoma nuk kemi mbritur, por të paktën po shohim çatin e shkollës. Më në fund, pas gjithë asaj odiseje, që zgjati rreth 2 orë e gjysmë, bërim në shkollën 9-vjeçare Demokracia, në fshatin Truen. Jam në ndjenjë të largësisë që të fëmijë kanë. Për veten time kam vështirësi për të ardhur, se kam 45 kilometra deri në rrugë, plus është 40 minuta për të ardhur poshtë në kam. Kur fëmijët bëjnë mungesa për shkak të kohës së keqe, si funksionon pjesa e mësimdhënies? Ne jemi munduar që ditët që vijnë ti rikuperojmë sidomos temat bazë, ato që janë bazike, por mungesat janë problematike. Sa fëmijë ka shkolla Demokracia? 11 fëmijë. Nga klasa e parë deri në klasën e 9. Janë 3 klasa, kopsht, fillorja dhe AMU-ja, sepse ne punojmë me klasa kolektive. Për shkak të rënies numrit të fëmijëve. Gjetja e arsimtarëve është një tjetër problem pas zgjidhje në këtë zonë të izoluar malore. Ne s'po gjejmë mësues, kemi vështirësi për gjetë mësues për këta fëmijë. Largimi i popullsisë na ka lënë shumë të kushte se normalisht edhe godinat janë amortizuar normalisht. Me një çati thuajse të rënuar, për të mos folur për kushte në ambientet e brendshme. Tash bëje në kanë fëmija këto ku me nevojat personale. Se? Uj s'kanë ta. S'kanë ku futen, veç ne moshën një grumull për 3 muaj. Këto dalin, që në këta shkurat, edhe vaza, edhe djemë. Shkojnë të shkolla, nuk hapet baja shkollë, sa ne kena frikë sa kur dalin për jashtë, me dalin baja. Fëmija thonë e marrin në qelë bajen. Brenda në shkollë është një tualet në katin 2 qilare, nuk është e mbyllur. I kanë faktike gjëra mund të vinë të kontrollojnë në çdo moment. Unë kam bërë kërkesa pranë bashkisë. Në çdo fillim viti bëj kërkesat e mia, qoftë për infrastrukturën e shkollave dhe për gjëra që ne nevojitet. E ndërsa kushtet skandaloze të tualeteve të shkollës, pa ujë, me një derë që vetëm derë nuk mund të quhet, pa kushte minimale higjienike, është vetëm një nga kërkesat modeste të këtyre banorëve. Thirrja e tyre primare mbetet transporti i fëmijëve. Duhet të bëhet lugat, vinë makinat në centër shkolla. Komuna bashkia zyar se bërë puks. T'jo veni fugan në devize, këty në fëmijëve për të rejnin që kanë. Ose thurin se qesëm shkollë fare, të rejnë të shtëpia. Në momentin që kam ardhur drejtore shprang kësaj shkolle, kam marrë takim me gjithë prindërit dhe jam interesuar të gjejmë një mundësi për transport me linjë fugoni, por nuk kemi mundur të gjejmë një zgjidhje. Fëmija janë shumë larg, rreth 10 kilometra me makinë. Rruga me dal kame është cop. Zotin e njoftë. Ne jena katastrofë. Djetë viti 2020 fatkeqësi shumë e madhe për ne. Unë nuk di ta përshkruaj më shumë. Shpresën e kena në të. Ndërsa drejtuesit e institucioneve shtetërore premtojnë arsim cilësor, ajo çka realisht ndodh në shkollat e komunave të izoluara të veriut të vendit është sa revoltuese, aq edhe një kamban alarmi për shoqërinë tonë. E vetmja sfidë përballë kësaj letargjie institucionale mbetet dëshira e madhe e këtyre fëmijëve për të marrë dije. Bravo. Çfarë fëmijësh bukur dashur, po mua prapë së më dele keqja, së më dën nga mendja që për 4 minuta u miratua buxheti. Jo vetëm kaq, po për 8 minuta, nëse kujtohesh, u bë ligji që Gjinushi të rishpallej kryetari i Akademisë Shkencave. Po. Mos them pastaj për çerekore që e arnuan kushtetutën, e qepën, e qëndizën, e bën Ama për të bërë një rrugë për fëmijët që ka nevojë të shkojnë në shkollë, që nesër pas nesër të shërbejnë Shqipërisë, se prapë është mirë në përgjithshme, eksakt, duhen ja 50 vjet. 50? E më 50. Se më qajnë ata fleshje, ka shpejt. 70? O, i shekull aty. Fa mirë, jemi që jemi, 100 vjet. O, i shekull. Që shkojnë fëmijët e fëmijëve të fëmijëve. O, pra, tani mos u habisni që për të fshirë gjurmët e këtij skandali, qeveria dali me një ministër dhe të thotë, ju prezantojmë të dashur miq shtegun e dijes. Ky shteg bëhet hiking, ju mund të përjetoni azat. Wow. Shini Ariu në Arushën, Ariu ju jep një boronicë, po s'ja hangër boronicën. Wow. Ariu. Ha?
Shteg aty. Turizëm familjar, merrni fëmijët në shtegun e dijes. Puka, destinacioni e ëndrave tuaja. I was there. Were you? Se është personazh tjetër kë. Po, më fal. Do t'i rikthehemi tash, më fal dojna që ndërpreva. Jo, të lutem. Të lutem. Jepi. Jepi kam besim të ty, jepi. Do fillojmë me peshat e rënda tash. Do i rikthehemi investigimeve tona të hershme. Një për investigimeve më të famshme të Tiranës. QTTB. QTTB? Po, QTTB. QTTB? QTTB. QTTB? Diçka është QTTB. Qysha tani thuaj boll? Ja, është një akronim. Si shkruan ty QKPZ. QKPZ. Po luj menshmë, me qa janë këto QTTB, nuk e di. Nuk e po njëri këto gjona sot. Ju lutem rritje rroge aty në fund. QTTB-ja është qendra e transferimit të teknologjive bujësore. Qa ke pa i zotin? Qa ke pa i zotin, pra QKPZ. Më në fund, ja. Ta them me fjalë thjeshta. Fjalë thjeshta është ata që ekzaminojnë farat e kanabisit. Okej. Dhe pas skandalit që u zbulua në atë kohë, QTTB-ja vendosë mos pranojnë me fare. Që janë fare dyshura për kanabis, nuk i nevojitën prokurorisë për prova fare. Po më falë, po, kam përshtypjen se po shkojnë me modën, me këto trendet e reja, me produktet bio, duke shkuar të spinaci, të bamjet, nuk me produktet shumë me omëgjëra që janë këto tani. Po kush do merret? Kush do merret? Ka një ide se kush mund të merret. Kush? Unë mendoj dhe ishte ideale t'ja çon atyre çunave në Spanjë, ose çunave në Londër, t'i marrin fara, t'i analizojnë, të thonë qa vit prodhimi është, thonë ja vlen apo si ja vlen t'investoshe. A është farë që bo shumë kokra, është farë që bo pa kokra. Unë mendoj t'a zgjidhim kështu. Po, shumë mirë. Ose ndoshta policis, ja rrasin policis, shka? Policis? Si gjithë? Po jo, policia ka shumë punë, shumë e zënë. Lëre policini asaj historie, e zgjidhin çunat, ja çojmë sot, e kthej nesër, direkt. Shpresoj. Këtu do hedhi dritë prokuroria e përgjithshme, e cila me dy shkresa të ndryshme, njëherë na thotë që ka marrë veshje me policinë, njëherë thotë që nuk ka marrë veshje me policinë. Tash ndajnë më. Shumë e qartë. Shumë e qartë. Varet si gzihesh. Një ditë ke marrë veshje. Sot s'ka diell ka shi, s'ke marrë veshje. Po, një shoku im u zgjuar mëngjes, nuk kishte marrë veshje me gru. Shkojnë darkë, bën marrë veshje. Dhe nesër mëngjes kishin marrë veshje. Dhe bën një fëmijë tjetër. Po, pa marrë veshje. Pra, mund të themi që Shqipëria është një rast unik. Farat e kanabisit që kapen mbeten jetime. Për momentin nuk ka as edhe një laborator, SER, QTTB, QLB, OKB, TKOB, e tjera me radhë, vënd ku të fuzin farat. Përfundon policia, shket tu i hongër policia. Nga halli. Farë kanabisit. Nga halli, se normalisht edhe qesja e farave të zeza ka shku 2500 lek, ma. Po si dhe një më kene. Kujtojt a i ka ushi, mban më 50 lek ka ushi. Ka shku 2500? Ka shku 2500 lek. Qarë thua? Po, më. Po. Hej, o dojna, se kam një mendim. Po pëse ne epni ne këto farët ke balkoni. Rri balkoni bosh. Po pra fikë. Rri vazët bosh. Ila unë e shketa vetëm vajdanozat. Vajdanozat për qilogë. Po si dhe me këtu këtë në mbjellim. Si dhe me këtu. Si unë the më mirë ta shohim. Ta shohim më mirë që ta kemi dhe më të qartë se çfarë ndodh. Një vizitë 2 viteve më parë nga ministra e atëhershme e bujqësisë Milva Ekonomi në qendrën e transferimit të teknologjive bujqësore të Lushnjës, solli një situatë as pak të këndshme për të dhe stafin e saj. Ndërsa ministra ndolli brenda një sere me perime, diku pas domateve të pjekura, shfaqeshin disa rrënjë shëndet plota hashashi. Pamjet u publikuan në faqen zyrtare të Ministrisë së Bujqësisë për të fshirë disa minuta më pas. Por dëmi ishte bërë dhe pyetja mbeti. Kanabis në serat e shtetit dhe ka çhapur? Po për çfarë qëllimesh? Ministra justifikoi videon me një deklaratë në të cilën thuaj se bëhej fjalë për një bashkëpunim me prokurorinë dhe policinë e shtetit për të evidentuar farat e dyshuara si bimë narkotike. Pra farat e kapura nga policia të dyshuara si kanabis sativa mbylleshin nga specialistët e Ministrisë së Bujqësisë për të përdorur si prova nga prokuroria. Deri këtu asgjë për të çuditur për shkak sepse shpesh pas sekuestrimit të farave të dyshuara ka patur probleme të mosnjohjes apo ngatrrimit nga ana policisë,
Rasti konkret është nga Tresa që qojë në burg, fermerët e Shkrelit në Malsinë e Madhe. Personat u liruan dhe u kuptu që çdo gjë ishte gabim. Duke parë se rastet e kapjes dhe sekuestrimit shtoheshin vit pas viti, lindi nevoja një strukture për ekspertimin e këtyre farërave dhe Prokuroria e Përgjithshme kërkoi ndihmë në Ministrinë e Bujqësisë. Kjo fundit cakton një drejtori të specializuar pranë QTTB-s, fushkruj, e cila bashkëpunon me prokurorin për rreth 10 vite. Por çfarë ndodhi më pas? Për shkak të një rikonstruksioni në këtë strukturë, në mars të vitit 2021, ndërpret ekzaminimin e farave dhe fidanëve të dyshuar si lëndë narkotike. Dhe këtu ndodh çudia, sepse QTTB fushkruj shpërndan këtë shkresë të cilën ja dërgon Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Prokurorisë së Përgjithshme dhe për DNI dhe Ministrisë së Bujqësisë. Ja çdo kompetence, titullari i kësaj qendri, Ilir Salillari, vendos kalimin e mbjelljes së procedurave të farave të dyshuara në 4 QTTB të ngjashme: Shkodër, Lushnjë, Vlorë dhe Korçë. Në faqen zyrtare të Ministrisë së Bujqësisë nuk rezulton as sot e kësaj dite që një kompetencë të tillë ta ketë një titullar i qendrave të trajnimit të teknologjive bujqësore, sepse një urdhër i tillë është ekskluzivitet i ministres dhe për kohën kur flasim, ishte ministra Milva Ekonomi, e cila me heshtjen e saj përballë kësaj shkrese duhet të ketë rënë dakord me urdhrin e dhënë nga vartësi i saj. Urdhër që pavarësisht se ishte i jashtëligjshëm, u pranua nga 2 QTTB, ajo e Vlorës dhe e Lushnjës, por nuk zgjati shumë dhe drejtuesit e qendrës në Vlorë u tërhoqën nga kjo marrëveshje. Ne refuzuam sepse pjesa jonë ne jemi që merrem me frutikulturë. Përveç pjesës infrastrukturës që ne nuk mund ta ndiqnim dot. Pas kësaj tërheqje, QTTB e Lushnjës mbeti i vetmi institucion që do të kryente ekspertizën e farave dhe fidanëve të lëndëve të dyshuara si narkotike. Fillimisht reaguam negativisht për të mos i pranuar, sepse nuk i kemi në detyrat e mirëfillta të tona. Kontaktuam me ministrën e asaj kohe dhe përfundimisht na u la si detyrë që ta vazhdonim. Nga sa shpreh drejtori Muço, ka qenë ministre e ekonomi, e cila ja ka lënë detyrë që të pranonin farat për ekzaminimin. Dhe ai duke se nuk ka mundur ta refuzoj, pavarësisht profilit krejt tjetër që kishte ajo QTTB, për të parë nga afër se si bëhej ekzaminimi i farave dhe fidanëve të dyshuar. Në mars të vitit 2022, kolegja Ida Topalli do të hynte në këtë QTTB dhe aty zbuluam të vërtetën e sigurisë në të cilën gjendeshin provat e prokurorisë. Portën e QTTB-s mu deshte hapja vetë. Dhe po ka ish lehtë mund të hyet edhe në serat e QTTB-s. Kemi arritur të futemi. Nuk ka asnjë kush sigurie. Pra ti mund ta shpulësh shtëpimin dhe të prishësh një proces gjyqësor, krejt lehtësisht. Pas transmetimit të këtyre pamjeve, kolegja Topalli do të përballej me ministren Milva Ekonomi, e cila ishte përgjegjësja kryesore e situatës, por pa marrë asnjë përgjigje për pyetjet që i drejtoi. Vetëm duam të dim a keni firmosur ju një vendim, sepse ne kemi kërkuar përgjigje tek Ministria e Bujqësisë, edhe nuk kishte asnjë vendim të ri të firmosur nga ajo. Një vit që jam. Ne thjesht po kërkojmë keni firmosur një urdhër të... Sepse kjo është shkelje e privatësisë, unë nuk e shkruan në shtëpinë time, të lutem shumë largohu. Asnjë vendim në fakt, kemi marrë vetëm shkresa të vjetra dhe asgjë të re. Të firmosur nga ju keni dhënë një vendim verbal, një urdhër verbal apo diçka të firmosur. Unë të lajmëroj policinë se kjo është shkelje e privatësisë. Të lutem shumë largohu nga hapësira ime private. Publikimi i skandalit i pasuar nga heshtja ish ministres së Bujqësisë Ekonomi, e cila ishte përgjegjëse institucionalisht dhe ligjërisht, nuk ndryshoi asgjë në QTTB në Lushnjës. Kubimet e kanabisit, që pritet të përdoreshin si prova, mund të vjedheshin, shkatroheshin apo zëvendësoheshin nga kushdo. Për këtë, ju drejtua ministres së atëhershme të Bujqësisë, Frida Krifca. Zonja Krifca, do të merrni masa sigurie në QTTB? Sepse farat e kanabis. Patjetër që do të marrim masa për sigurinë. Faleminderit që na e sillni në vëmendje. Ne kemi marrë masa që tani dhe kemi filluar punën. Dhe duke se më në fund dikush e kishte marrë seriozisht këtë situatë as pak normale, sepse menjëherë pas publikimit nga ana jon, ministra Krifca do t'i dërgonte këtë shkresë kryeprokurorit Olsian Qela, në të cilën i kërkon nënshkrimin e një marrëveshje bashkëpunimi ndërinstitucional me objekt bashkëpunimi për kryerjen e procesit të mbjedhjes dhe rritjes së bimëve të dyshuara. Shkresa mbyllet me një kërkesë për shpejtimin e këtij procesi në funksion të garantimit të integritetit të rezultateve përfundimtare. Kjo shkresë mban datën 15 mars 2022, që atëherë ka kaluar më shumë se një vit e gjysmë. A është nënshkruar kjo marrëveshje që do të çonte në ekspertimin brenda ligjit të farave të dyshuara si kanabis? Për këtë, ju drejtuam me një kërkesë prokurorisë të përgjithshme, e cila në përgjigjen e kthyer na informon se sipas marrëveshjes me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, që pas datës 27 mars 2023, kultivimi dhe ekspertimi i farave dhe fidanëve të bimëve të dyshuara si narkotike kryhet nga Instituti i Policisë Shkencore. Këtu kuptojmë diçka. Prokuroria e Përgjithshme, duke se nuk e ka marrë në konsiderat shkresën e ministres së Bujqësisë,
por ka bërë një marrëveshje me policinë e shtetit me 27 mars 2023, plot një vit pas shkresës së zonës Krivca. Nëse, rëndësi ka gjetja rrugdaljes, një kohë tepër e gjatë, por më mirë vonë se kurrë. Dhe ne kërkojmë një kopje të kësaj marrëveshje, por për çudinë tonë, përgjigjja që na vjen, vetëm serioze nuk mund të konsiderohet. Pasi në shkresën që mban datën 20 tetor ishim informuar se ishte arritur një marrëveshje mes prokurorisë së përgjithshme dhe drejtorisë së përgjithshme të policisë për ekspertimin e farave dhe fidanëve të bimeve të dyshuar si narkotike, vetëm 10 ditë më vonë, me një tjetër shkresë zyrtare, na mohohet një fakt i tillë. Në këtë shkresë, prokuroria e përgjithshme na sqaron se nuk na kishte konfirmuar në asnjë rast që të kishte një marrëveshje me drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Më poshtë në shkresa, na sqaron se ka një korrespondencë me anë të së cilës është arritur një marrëveshje për administrimin e procesit. Përveç se morëm dy shkresa që kundërshtuan njëra tjetrën, kuptuam diçka, që prokuroria dhe drejtoria e përgjithshme e policisë paskën një korrespondencë me qëllim arritje një marrëveshje. Një tjerë rreholl fjalësh e dejnë për Oskar. E ndërsa palët po bëjnë korrespondencë, ajo që dihet me siguri është se në këtë moment asnjë institucion i shtetit shqiptar nuk kryen ekspertim për farat dhe bimet e dyshuara si kanabis sativa. Në këto kushte, mund ta aludojmë se në burgje mund të ketë të pafajshëm që janë kapur, apo fajtor që mund të jenë liruar. Për këtë ngjerç ligjor që ka çuar në pamundësinë e ekspertimit të farave apo bimeve të dyshuara si kanabis sativa. Në rastet kur prova materiale nuk është e siguruar dhe i nënshtrohet tjetërsimit apo ndryshimeve të saj lehtësisht, siç në rastin konkret ju flisni, atëherë ekspertimi automatikisht bëhet i pavlefshëm. Dola fund diskotekës. Për arsye teknike se vëndot më. Gjithsesi Flor, një çështje tjetër ku nuk mbaron çudia, ose me fjalë të thjeshta korrupsioni, është edhe ajo e anijeve gjenerator, tigrat. Ose, prap me tigra. Po, tigrat. Ose jemi boskopër zoologjik, tigra. Ha, tigri, që bëjë shumë. U kujtova se mbaruan kësëria 7, si të ne me tonën e mbyllëm. Ata se mbyllin me ne. Po i lutën tani se janë bërë to anijet si punë atyre muhabet. Mirë pra vllai, ika edhe ai thotë, hajde bëj fort. E ke bërë si të kapin? Po, shi durët, qi dhe shpatën ai kështu. Tregoj të mollë fare. Nuk di të them, Flor, sepse ne me thënë drejtën e nisëm për të hapur një grop. Një grop modeste. Edhe na doli një pus. Do thua ti pus nafte? Ja. Pus ujë? Ja. Është një pus ku i mbush kovat për qef me skandale. A di sa kishte shku fuqia skandalit në bursën e New Yorkut e? Jo, të se di. Nuk e di se sa ka shkuar, por di të them që ka shumë sa kemi gërmuar. Gërmo, kemi shkuar në Kinë. Po normale. Gërmo, doli gropa në Kinë, pan tigrat ty. Qa është kjo gropa? Ran tigrat aty, dolin këte, kene në Shqipëri. Shërë bëri kështu. Të dali ku dali motra. Mirë. E kisha me ty më duket. Më duket se e kishte me mua. Edhe njerë? Të dali ku dali motra. Me mua e kishte me mua. Të dali ku të dali edhe ndjekim të shojmë se ku do dali. Nëse do dali. Apo do dali. Apo s'do dali. Ndiqe dhe ti që këtë serinë e re të radhës me piranjën ton Jona. Në tregjet të ndërkombëtare, historia një shumë falimente, por ka edhe shumë raste ku një firmë e vogël ka dominuar tregun brenda ditës. Në rastin e Shqipërisë nuk kemi as bursë dhe as tregje tërësisht të lira, por kemi mjaft shembuj se gjatë krizave edhe ne kemi patur shumë humbës dhe pak fitues. Kështu ndodhi me emergjencën mjedisore që lindi aferën e incineratorëve, fatkeqësi natyrore të tërmetit ku u buxhetuan miliona euro për rindërtimin, dhe kështu ndodhi edhe gjatë pandemisë së COVID-19, ku ilaçet dhe ushqimet për shtresat në nevojë u blen me çmime të kripura përmes tenderave sekret. Në situata krize, emergjencash fatkeqësisht në Shqipëri është abuzuar. Ne kemi parë impjantet e djegjes së mbetjeve, pra i është vënë flaka plerave, tymi vazhdon për një javë 10 ditë gëlojnë nëpër qytete, atëherë shpallim emergjencë dhe përpasoj shpallim dhe një kontratë tjetër të partneritetit publik-privat. Fatkeqësisht është përdorur si element për të abuzuar më shumë se sa për të menaxhuar një situatë krize dhe një situatë pasigurisht të shtuara në treg. Ku duam apo nuk duam, edhe Shqipëria është e përfshirë dhe e detyruar që të përballet pa u shmangur dot me këtë furtunë globale.
Kjo është kriza e jashtëzakonshme energjetike. Në fund të vitit 2021, qeveria shqiptare shpalli emergjencën në fushën e energjisë elektrike për shkak të çmimeve të larta të importit. Ekspertët konstatonin keqmenaxhin të rezervës hidrike në kaskadën e Drinit, duke vënë përgjegjësinë te korporata elektroenergjetike shqiptare. Por në vend të sqarimeve dhe analizës se ku gabua që Shqipëria duhet të blinte me çmim aq të lartë energjinë elektrike, Keshit ju rritën përgjegjësitë dhe ngarkohet me detyrimin për të bërë të gjithë blerjen e energjisë elektrike që duheshin për import, duke ja hequr këtë të drejtë kompanisë së shpërndarjes OSHE. Lidhja e kontratës midis qeverisë shqiptare dhe firmës private për gjenerimin e energjisë elektrike në kontekstin tonë mendoj që duhet ishin marrë në konsiderat edhe elemente tjerë të mbrojtjes në mënyrë që kostot dhe përfitimet të ndahen në mënyrë më të barabartë midis aktorëve të përfshirë në transakcion, në këtë rast qeverisë shqiptare, korporatës edhe operatorit privat të gjenerimit të energjisë. Me një tjetër vendim që Këshilli i Ministrave mori në fund të dhjetorit, korporata elektroenergjitike autorizohet që t'i drejtohet tregut ndërkombëtar për të marrë me qira nga 1 deri në 2 vjet asete gjeneruese termike për prodhimin e energjisë, të cilat mund të instalohen dhe lidhen lehtësisht në rrjetin e transmetimit të energjisë në Shqipëri. Edhe pse kushti ishte lidhja lehtësisht me rrjetin e transmetimit për të zgjidhur emergjencën, akoma edhe sot, kur kriza në energji ka kaluar, këto asete nuk janë vendosur në punë. Këtë skandal ne e kemi denoncuar në disa puntata të Piranjave, duke çmontuar një skem të rësisht korruptive. Por kjo kuti Pandore vijon të sjellë të tjera skandale mbi skandale. Kesh hap thirrjen për shprehjen e interesit në revistën ndërkombëtare The Economist, e disa ditë më pas në datën 24 janar edhe në buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik. Publikimi në faqen e agjencisë gjati vetëm 3 ditë, pasi në 27 janar ishte afati i fundit për dorëzimin e ofertave. Ligji për prokurimin publik ka si afat minimal lënien e kohës për ofertim deri në 10 ditë. Përfshir edhe rastin e procedurave të kufizuara për shkak të emergjencës. Sigurisht që kontrata ka një datë fillimi, ka një datë mbarimi, ka një detyrim të palëve për të paguar dhe për të prodhuar. Pagesa normalisht lidhet me momentin e vënies në punë, pra në momentin e gjenerimit të energjisë. Duhet kishte çmim tjetër në rast se kompania fillon punën dhe normalisht do të paguonim energjinë elektrike sipas tarifave që u vendos nga enti rregullatori i energjisë. Por nëse kompania nuk do të funksiononte, duhet kishte një tarifë tjetër dhe duhet kishte edhe afate kohore. Nëse situata do të stabilizohej, nuk mund të zgjidhësh një kontratë me afat 2 vjeçar. Interes të menjëhershëm në këtë tender shprehen kompanitë Accelerate Limited Partnership, që nga Kesh na ushqit si prestigjozja Accelerate Energy, së bashku me Renko Spa, gjithashtu dhe distributed Power Solutions. Kompania Accelerate Energy operonte në Shqipëri prej disa muajsh pas një marrëveshje bashkëpunimi që kishte nënshkruar me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjetikës për të rikthyer në gjendje pune termocentralin e Vlorës. Me shumë mundësi, kompania e ka parë thirrjen që e nxiti të jap ofertë në këtë procedurë në ndonjë zyrë shtetërore dhe jo në faqet ku është publikuar njoftimi. Por le ta harrojmë dhe ta zëmë se kjo që sapo tham nuk është e vërtetë. Edhe pse në shkelje duke mos i lënë kohë të interesuarve që të shprehin interes e duke na krijuar përshtypjen se oferta e kualifikuar ishte përgatitur përpara se të hapet tenderi, sërish korporata elektroenergjitike ka bërë një tjetër shkelje flagrante të rregullave që ka vendosur vetë në specifikimet teknike të kësaj procedure. Drejtori i Kesh, që është edhe personi përgjegjës për këtë procedurë, në vlerësimin e ofertës i ka dhënë 20 pikë pikërisht periudhës kohore për instalimin dhe trupëzimin funksional të impianteve. Dhe me të drejtë, sepse mos harrojmë që ishte një periudhë emergjence. Por pavarësisht këtij pikëzimi që vjen nga emergjenca në bërjen e kontratës, ky detaj i rëndësishëm harrohet fare. Ose mos sakt anashkalohet. Sot jemi përpara situatës që anijet nuk prodhojnë asnjë megavator energji elektrike, por Kesh ka shpenzuar disa miliona euro për blerjen e vajt, zhdoganimin dhe marrjen me qira të depozitave të naftës. Konkretisht, zyrtarët e Keshit nuk janë naiv dhe e dinë që afati për dorëzimin e aseteve që do të prodhojnë energji, sidomos në një tender emergjent, është i rëndësishëm, po ashtu edhe vendosja e tyre në punë. Mjafton një orë ato thjesht për show le të vihen punë dhe mos punojnë më. Në atë moment qytetarët shqiptar do t'i paguajmë për 2 vite 72 milion euro kompanive që i kanë sjellë. Pa marrë parasysh pjesën e karburantit sepse është një kosto e shtuar që patjetër në fund të ditës do rëndoj në xhepat tanë, në xhepat e qytetarëve. Qiraja ditore e anijeve është $94.500, e ndarë në $63.000 për asetet dhe $31.500 në operimin e tyre. Në total për 2 vjet, Kesh do të paguaj $69 milion për 2 asete që u morën të na shpëtojnë nga kriza. Por që po të vendosën në punë, prodhimi i energjisë nga to
ato të na kushtojnë më shumë se ta blejmë në bursë. Të gjitha këto para janë dhënë në bazë të ofertës që dhanë 2 firma private dhe pas një studim tregu. Thirrja për shprehjen e interesit nuk kishte fond limit, siç e përcakton edhe ligji për prokurimin publik, në të cilin thuhet se në rastet e kontratave të furnizimit të mallrave, përmes qiras me ose pa mundësi blerje të mallrave, fondi limit llogaritet duke përfshirë qiran apo kostin mujor, shumëzuar me numrin e muajve gjatë të cilëve do të zgjasë kontrata. Pra, kemi qenë me fat që kompanit ofruan një qera ditore vetëm $63.000 në ditë. Kontratat kësaj natyre, të cilat janë komplekse, duhen parë çik edhe për të mbrojtur dhe interesat e konsumatorit dhe ekonomisë shqiptare. Nuk mund të lidhësh një kontratë në kushte emergjence në afat të gjatë, kur pasiguritë janë kaq të mëdha. Tregjet janë ristabilizuar tashmë, duhet që të ishim të kujdesshëm në hartimin e kontratave në mënyrë që rreziqet të jenë më të balancuara. Ne kemi kërkuar dhe insistuar pranë kesh për të marrë këndvështrimin e kësaj ndërmarrje për të gjitha këto shkelje, por askush nuk ka hapur derën. Administrojsh i pa mundi që të përplas. Ka gjendën shumë të ngarkuar. Ndërkohë që titulari Ergjys Verdho ka preferuar heshtjen përballë këtij mega skandali. Disa pyetje të lutem në lidhje me Ania. Kjo indiferencë mos kokçarje e zotit Verdho, pas çdo denoncimit tonin, a mund të ketë dikë nga prapa? Bashkë me garancitë që janë dhënë këtij individi, i cili pavarësisht se është në disa shkelje të njëpasnjëshme të ligjit, nuk jep asnjë sqarim publik për megaskandalin e anijeve gjenerator. Kushtaq do t'japë intervistë. Zoti Verdho nuk pranon të flasë me ne, por në SPAK me shumë gjaza do të duhet të flasë shumë shpejt. Ndërsa ne do të vazhdojmë ta denoncojmë këtë aferë deri në zgjidhjen përfundimtare të saj. Flore, ndjej. Ndjej qa kemi sot. Ndjej erë në gjalpit kokoshkave. është dita, po bëhet gati. Që do shofim sonte. Bëni gati dhe ju nga shtëpia, sepse sot vjen zyrtarisht episodi i 3 i telenovelës, që ka thyrë çfarë do lloj parashikimi. Telenovela e cila ju ka bërë për vete dhe ju ka mbajtur të mbërthyer pas të gjitha formave të ekranit. Premier botrore, duhet thënë. Botrore, në të gjitha kinemat e botës, sot Esma 3. Mora vesh që kinemat kishin mbyll fare për sot. Po. Sa të sot, Esmaja thashtë? Jo, sot mbyllim drynin. Titulli i është Esma 3, The Revenge of Kaçi. Gjithsesi, Flor. Po. Ne jemi bërë gati, si që është edhe me këto syzet, sepse erdhi koha për të folur sërisht për makinat retro. Unë nuk pasho një filter. Po shikon, nuk pi më ujë filtri retro, duhet një filter science fiction. Për shumë, ka marrë këtë makinën. Sa e bukur që ka. Është një makinë që filmonte e luftës 2 botërore. Po, dhe unë do të bëj një super video. Që ka ta mamë retro. Po, ta mamë retro dhe kam frikë tash se mos fillojnë hapin një retro për makinat fotografike, edhe po mos e vrit mendje, se s'ka nevojë për kolaudim, nuk ka nevojë për vaj, për filtra. Më lejo të bëj një video. Të lutem, pa. Një video. Gati? Kam besim. E se në marrove film kash. Se ma, aq ishte? Kash për marroj lufta. Gjithsesi, sa më shumë fakte zbulojmë nga historia e makinave retro, aq më shumë kuptojmë që kemi të bëjmë më shumë me të ardhmen, se sa me të shkuarën. Rregulloret e tyre janë mbi ligjin. Një rregullore që është mbi ligjin. Për makinat retro, për shembull në Shqipëri, semaforët janë thjesht instalacione abstrakte artistike. Zbukurime, më themi festa. Tabelat nuk kanë limit, por janë vetëm këshilla të vogla, sugjerime që mund t'i keni parasysh. Po, edhe testi alkoolit është si ajo për ditëlindje. Që deri kështu. Ose si Shazami. Po, i vë Shazamin dhe të nxjerr ajo çka ke pi. Gjithsesi ne kemi të bëjmë këtu me një rishpikje të Fast and Furious. Vetëm se ne kemi versionin Retro Slow and Furious. E shohim. Me qatë drejtë më duk jepet mundësia për të bërë kolaudimi makinave të vjetra. Mbrapa bëm kontroll, pse nuk vlen kjo për makinat e reja? Pse duhet patjetër të ketë një histori veçantë? Po retro o s'ka, po mos duheshim marrë masat përpara? Për t'i dhënë përgjigje pyetjeve që kanë jo vetëm koleksionistët e makinave të epokës, por edhe ata që një ditë mund të kenë interes për këto mjete, ne kemi takuar mentorin e Retropikal, zotin Blendi Gonxhia.
Kjo filles nuk ka qenë lehtë. Është fjala për të lejuar dhe për të zyrtarizuar, për të naturalizuar që një grup makinash qarkullojnë pa taksë. Dhe kjo gjë në çdo vend ka debate në fillim. Ne donim në radhë parë që projektet na sillte tek lindja e retros. Ne të kishim të drejtën të kishim programin tonë mjeteve historike. Nëse ne do të vinim të gjitha kërkesat që në fillim, mund mos merrni fare as programin retro. Është e lejuar që mjete me një histori të veçantë, me një personazh të veçantë që lidhet me mjetin, me një ngjarje historike të veçantë që ky mjet ka qenë pjesë e. Është një komision i cili bën me aplikim online e nga rregulli dhe përcakton që këto mjetet mund të regjistrohen. Pra është gjithmonë një mundësi që një mjet që ka një histori të veçantë ne mos ta humbim. E gjitha kjo që sapo dëgjuat nuk është e shkruar në asnjë rresht rregullore se retro.al. Rregulli i pashkruar i retro.al është vetëm një dhe i vetëm. Nëse ti ke qef një makinë, do të pyesësh Blendin, i pëlqej Blendit, si pëlqej Blendit makina, pastaj mund ta blesh ti. Po pse duhet patjetër të ketë një histori të veçantë? Për shembull, unë nuk kam mundësi të marr një mjet që ka një histori të veçantë, kam mundësi të marr një mjet që është nafte, është në Gjermani, Angli, Holland, është mjet historik, vjen këtu në Shqipëri, nuk quhet mjet historik. Ke drejt që në parim duket sikur është duke u bërë diçka e pa rregull, por ne nuk do donim t'i hapim dyert në Shqipëri për importe të mjeteve të vjetra me naftë, sepse kemi problematik shumë theksuar. Në ato vende që ju përmendni, mjetet e reja kur regjistrohen janë me nivele shumë të larta kriteresh mjedisore dhe flotat e tyre vendase janë me nivele shumë të larta respektimi kriteresh mjedisore, nuk janë realitetet barabarta, nuk është konteksti barabartë. Pra, një mjet nafte që sipas zotit Gonxha është në shijet e tia, ajo automatikisht konsiderohet retro dhe merr statusin e tillë. Cili është agri për të bërë të tilla manovra? Përderisa mjeti nuk futet as pak në kolaudim, ku mes shumë parametrave matet edhe ndotja nga nafta. Dhe më interesantja, si arrin Komisioni i retro.al që të vërtetoj që një mjet është ndotës ose jo? Tani le të bëhemi konkret. Le të marrim ligjin gjerman për makinat e epokës. Në të thuhet specifikisht se në zonat të mbrojtura mjedisore mund të hyjnë mjetet me shenjën e gjelbër, pra me ndotje minimale. Të përjashtuara nga ky rregull janë vetëm mjetet me targa H, pra historike, që janë të barazvlefshmet e retrove tona. Pra në një vend ku ligjet janë konsoliduar prej kohësh, ka përjashtime për këtë kategori mjetesh, ndërkohë që Shqipëria e Blendi Gonxhës bën rregullore gjoja në zbatim të direktivave të BE-s. Ka vend në Itali që ti mund të futesh brenda qyteteve historike me mjetet vjetra, por nuk mund të futesh me mjetet e reja. Që do të thotë që ai mjeti i vjetër ndot më shumë se ai mjeti i ri, por lejohet të futet në qytet për shkak të vlerave historike që ka. Vjen në Shqipëri, nuk është ke listë. Dhe ne e bëjmë të gjë që mjetet tona historike janë kudo të lejuara, bilet qarkullojnë dhe pa taksa, edhe pa kolaudim. Po, pa kolaudim. Sepse në retro.al, sa do të vjetër ta ketë mjetin, koleksionisti nuk ka nevojë ta dërgojë për kontroll teknik. Ky nuk është thjesht një absurditet që vjen nga kapriçet e dikujt, por është një shkelje e ligjit që nga zoti Gonxha justifikohet kështu. Nëse ne do fusim sot një mjet historik në troshitë të Satan dhe në qendrat tona, në makineritë tona, se do ta thyenim. Troshicat, me sa kuptova nga gjuhë shqipe, është me sit mielin. Është më mirë të shkundet te kolodimi dhe të ngelim, mos dalin qarkullim makina, se po doli makina pa kolodim në rrugë, i bi që ti të marrësh në qaf edhe këtë person që ka makinë vjetër dhe të mëson që s'ja ka bërë borxh që ky të shkojë të bëj aksident me makinë vjetër. Makina vjetër nëse makinat rregullohen një herë, makinat vjetër rregullohen 2 herë me shumë kujdes. Dhe do të jetë kontroll rigoroz për makinat e vjetra. Ky komision i verifikimit që është bërë ka në përgjegjësinë e vet të jep një certifikat 4 vjeçare, ta rinovon nëse mjeti është përsëri në gjendje të mirë, merret një dokument nga servisi. Pra, merren disa garanci që mjeti është kontrolluar dhe është në gjendje të ecit dhe prandaj merret certifikat. Nuk e fut dot në qendër kolaudimi. Disa prej tyre nuk i nxas gropa se janë të vogla. Pra, disa prej tyre po ti fusim atje do t'i dëmtonim. Pra ti me këtë gjë që shmang e shtyn drejt vdekjes makina. Ti si shtet duhet të kontrollosh. Sipas ligjit, ligji thotë nuk duhet asnjë mjet dali pa kolaudim rrugë, kaq. Zbato ligjin dhe mbyll diskutimi. Por ka diçka po aq serioze në këtë diskutim, sepse me përjashtimin e makinave retro nga kolaudimi, kemi të bëjmë me një shkelje ligjore. Për ta kuptuar, shikoni pak çfarë thot rregulloria retro neni 27.4, sipas të cilës i jepet prioritet respektimit të rregullave të qarkullimit rrugor. Ndërkohë në faqen zyrtare të retro.al, pika 11, mjeti retro përjashtohet nga taksa vjetore dhe kontrolli teknik i mjetit, pra nga kolaudimi. Por në nenin 79 të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë, pika 3, specifikohet se të gjitha mjetet që hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë janë të detyruara të kalojnë kontrollin teknik. Madje, në pikën 10 të këtij neni, thuhet se cilidoj që qarkullon me një mjet që nuk është kryer kontrolli teknik, ndëshkohet me gjob. Këtu jemi në kontradikt mes një rregulloreje të brendshme të retro.al dhe Kodit Rrugor. Ka edhe një tjetër nonsens që vjen për mjetet historike dhe që është botuar në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë.
Neni 60.2 thotë që mjetet e vjetra të dala nga përdorimi mund të përdoren si objekte muzeale, ndërkohë, në pikën 3, më poshtë thuhet që këto mjete pas 6 muajsh, kur plotësojnë normat në fuqi të qarkullimit rrugor, mund të regjistrohen në regjistrin e mjeteve të DPSHTR. Për ta thjeshtuar, e bëre makinën lokal për ca kohë dhe më pas, tu mbush mendja që ta rikthesh makinë. Këto rregulla vetëm zoti Gonxha e di ku i gjen, apo më mirë i shpik. Tash u kriju retro se mora nuk e di ç'është retro, realisht nuk e kuptoj ç'është. Ky thotë është një regjistër kombëtar historik që normalisht duhet merret Ministria e Kulturës me historinë. Dëshpërtaria është thjesht një drejtori që merret me inspektimin e mjeteve, të bëj targat, të bëj kolodimin e makinave dhe të historia i përket tjetër kujt. Fjalë histori do ta bëj ai që e dashon historinë, jo ai që nuk e di ç'është historia dhe është thjesht për numër. Unë nuk pranoj këtë lloj diktature. Dhe për të kuptuar absurditetet e retropikal, le të shohim se çfarë shkruhet në nenin 27.5. Antari i retro nuk duhet të ketë qëndrime apo veprime që janë në kundërshtim me interesat dhe qëllimin e funksionimit të retro, apo që cënojnë imazhin e saj në publik. Si mund të lëvizi sot një makinë e vjetër në Shqipëri? Vetmja mënyrë është të futesh në rresht të Blendi Gonxha, I cili, si një komandant ushtrie, kalon në një absurditet tjetër. Atë të detyrimit për të shkuar në aktivitetet të retros. Për ta kuptuar më mirë këtë, shikoni pak nenin 27.2 të retropikal. Mungesa e pjesëmarrjes së antarëve në më shumë se gjysmë e aktiviteteve të organizuara përgjatë një viti kalendarik përbën shkak për sanksione që arrin deri në përjashtim. Diktaturë! Këtë më mirë e di zoti Gonxha, i cili mes shumë problemeve të krijuara me DPSHTR, duhet të ndërhynte edhe në pasionin e koleksionistëve me një strukturë që asnjë prej tyre nuk e di se çfarë synimi real ka. Kam refuzuar të jem pjesë e retrosve. Më mirë ato makina, kur t'i vi koha, mos sot nesër, do jetë dikush tjetër që do më kuptojë, edhe ndoshta do bëhet diçka si gjithë bota. Faleminderit, kripën dhe piperin lutem. Para disa javësh, po. Para disa javësh dojna, pam se si në tropoj me shumë pak vullnet. Ti mund të qash një rrugë, pa i thënë as kujt, edhe bën një rrugë hap pret atë pyllin që është i mbrojtur, zonë mbrojtur, as si lloj problemi, edhe bën shtek për mushka ose shtek për makina luksoze, pa studim, pa leje, pa tender, pa si çfarë. As pa një copë letër dhe laps? Moj, unë po them pas një grup për të qarë kohën, fare. Mos më thuaj që s'kanë pyet as gruan? Ua, pa bëhet rrugë, a bëhet dot një gjën këtë botë pa u pyet gruaja? Po, pra, ty çalon puna, po. Po nuk ka për të rezistuar ajo rrugë, ja. Gjithsesi, ne do të sillim sot një rast tjetër në Tropoj, e cila ndërtohet me po të njëjtën praktikë, sa kanë marrë dorën tani. Po, pse them dorën? Po është rrugë tjetër kjo, është surprizë. Është surprizë? Ishte surprizë, ai donin t'ja bënte surprizë. Libanoni thonë, doli rrugë po. Wow! Se edhe po të hysh në Google Maps nuk e gjen. Wow, është sa po shtruar. A pusho. Po jemi duke marrë gjëra serioze, marrë atë Google. O vllai, ma bëj rrugë tu, si ta bëj? Wow! Shiko, mirë sateliti Google që nuk e kap dot, po ne kemi. Ne kemi satelitin e Spakut. Sigurisht që duhet ta kapi ai. Në fakt nuk është se e kapi as ai, sepse kemi variant rus. Siç kanë rusët Sputnik, ne kemi Sputnik. Sputnik 1 dhe Sputnik 3. Se kuptoj, kemi Tigri 1, Tigri 3, Sputnik 1, Sputnik 2, shiku është. Sputnik 2? Gjithsesi të bëjmë serios dhe të themi që për po të njëjtat shkelje dhe po të njëjtat arsye, ish kryetari i Bashkisë së Fusharësit është në burg sot. Po pra, por Tropoja nuk e kap atë jurisdiksion. Nuk e kap? Ati s'kap valë do kapin në jurisdiksion, nuk funksionojnë ligje. është si këto parajsat fiskale, Lali. Ke parasysh është, si ta them... është, si me thënë,
Tropoja Islands? Bravo, ose Tropoja Papers. Ose Shqipro Tropojane? Djekim Heraldo Arlica, që qenë rrug pa rrug, atë e qenë lau me migracionat tje këte. Se quam njerë në përishë farohen. Jo, se më sot keq pastaj. Hapja segmenteve të reja rrugore në territorin e Bashkisë Tropoj vjen të shoqërohet me shkelje flagrante të ligjit, duke përsëritur precedentin Frantuci në Fusharrës, i cili sot ndodhet në burg për të njëjtat shkelje. Pikpyetja vetme është nëse këtë shkelje kryen me vullnet të plot apo nga padia. Në një rast të cilin e transmetuan përpara një jave, zoti Req Byberi ishte në shkelje të ligjit në projektin ashtu quajtur Rikonstruksioni i rrugës Gras Logu i Grasit, njësi administrative Margegaj. Rikonstruksion imagjinar, sepse në atë vend nuk ka pasur kur rrugë, përveç një shtegu të vogël që për banorët atjeshëm është rrugë kali. Sipas dokumentacionit, kërkesa banorëve për zgjerimin e kësaj rruge i është drejtuar bashkisë dhe njësisë administrative Margegaj me 20 maj 2021 dhe dëgjesa publike në Këshillin Bashkiak është bërë me 11 prill 2023, ndërkohë miratimi i kësaj rruge është bërë me 9 maj 2023. Deri këtu, gjithçka duke normale, sepse bashkia po shfaqte gatishmëri për të investuar në një rrugë që lidh zonat rurale me qytetin. Por kishte një problem. Këshilli Bashkiak i Tropojës kishte firmosur vetëm një projekt ide. Por le ta shpjegojmë më mirë me letra. Në shkresën e vënë në dispozicion nga ky institucion, ishte vendosur miratimin e parimi i projektit për ndërtimin e rrugës Gras Logu i Grasit në fshatin Shoshan të njësisë administrative Margegaj, me një gjatësi prej 2450 metër linear. E theksojmë, projekti ide. Ndërkohë hartimi projekt zbatimit, preventive të tjerë, i ngarkoheshin drejtorisë planifikimit, zhvillimit të territorit dhe drejtorisë ekonomike. Vendimi ishte firmosur nga kryetari i bashkisë, Req Byberi, dhe puna ka nisur sipas këtij projekti ideje, si miratuar nga Këshilli. Një punë e kryer në anonimat të plot, për faktin se sot e kësaj dite nuk dihet emri i firmës, duke shkelur ligjin, sepse pasi kryetari i bashkisë ka miratuar një projekt ide, papritur është bërë ndërtimi i një rruge. Gjatë si magji për rrallash, por kur bëhet fjalë për lekët e shtetit, rrallat mund të kenë fund krejt të ndryshëm. Por le të përqendrohemi pak në diskutimin teknik. Ligji numër 162/2020 për prokurimet publike parashikon rregullat për procedurat e prokurimit nga autoritetet dhe entët kontraktore për kontratat publike dhe konkurset e projektimit. Në këtë kontekst, Bashkia Tropoj nuk duhet të kishte shmangur zbatimin e këtij ligji dhe rruga duhet të ndërtohej sipas procedurave ligjore. Por kjo që sapo cituam nuk qëndron fare në rastin ton, sepse kemi një ndërtim rruge. Nuk dihet se nga kush, por që njësi investim nga kryetari, që si gjithmonë nuk disponon asnjë dokument se për çfarë është bërë. A dini që ka qenë në zona pijore dhe kanë qenë zona të mbrojtura? Nuk është e vërtet fare. Ajo rrugë që është tenderuar nuk është ajo zonë që flet ju. E kam kthyer edhe me shkrim. A keni frikë që mund të shkoni në hapat e një siç ishte kolegu Frantuci në Fusharrë, sepse është një jetë? Absolutisht fare. Kam zbatuar vetëm ligjin. Jeni i sigurt që ngjë? Absolutisht jam shumë i sigurt. Pas kësaj përballje me kryetarin Byberi që në realitet nuk dha asnjë rezultat, na u deshte ktheheshim edhe një herë në Tropoj me një denoncim edhe me flagrancë sa rasti që ju treguam. Dhe për këtë shkuam në fshatin Palq, aty ku na priti ky zotëri. Ai pretendon se është pronari i tokës nga qafa Murrizit deri në qafën e Agrit, në të cilën janë kryer punimet e rrugës, dhe për këtë shkelje ai ka bërë kallëzim penal kundrejt kryetarit Req Byberi për shkatërrim prone. Pareja atje matan, fillon territori i familjes teme. Sot vinë ta njerëz të pa drejt dhe futen këtu. Kjo është toka jeme. Bisedat e tjera shkojnë në zero. Këtu do të kishte ndërhyrë shteti. Dakor, këtu jemi me një pretendim, të cilin do ta zgjidhë gjykata, por brenda kësaj historie me zaptim prone, ka një shkelje të ligjit që lidhet me shkatërimin e masiveve pijore. Këtu në mendje na vjen Frantuci, ish kryetari i Bashkisë Fusharrës, në burg prej 5 muajsh. Po kur nisën tentativat e para për të hapur rrugën që hyn mes përmes pyllit? Është një degëzim, shkon në 150-200 metra. Në vitin 2014 mora vesh se po punohet këtu. Porositi vllain dhe i thom shko shpejt urgjencisht dhe ta ndalojsh kushdo si të jenë atje. Ka ardhur ishte një kuksion. Ky kuksioni me fadromën kthehet mbrapa. Edhe kjo punë kalon harres. Po megjithatë rruga është dëmtuar sepse kjo është dëmtuar, kjo 200 metra dëmtuar. Këtu njoftohet policia së kohet, Arton Didi drejtuesi i lartë i policisë, ai e ndërpret rrugën. Prej 2014 më vjen fjalë të fshatarëve po sikur të ishte kjo rrugë. Dhe ne alam gojarisht, sipas kodit burrnor, rruga i bjen një anë tjetër edhe nëse dom ta trajtojmë këtë territor me rrugë. Pra këto është me kosto humje tjera. Para nga ana e natyrës shkatron natyrën. E dyta, në periudhën e dimnit është e vështirë për dal, kështu si gjithsesi këtu është një gabim fatal i atij si ka ndërmarr me bak të rrugë. Rruga pa dalje ishte vetëm tentative e parë, ndërsa më pas
Gjithçka shkoi sipas planit, që do të rezultonte i paligjshëm. Kur është nis rruga në datën 2 gusht 2021, unë kam lajmërua Komisariatin e Policisë, prefektin, bashkin, edhe me shkrim edhe me gojë. E u kam thënë se këtu po dëmtohet një pyll ku prefekti ka qenë duart nelt, e më ka thënë jam pa aft. Kam kontaktuar me shefin e komisariatit. Që në duart nelt e thot unë nuk kam asnjë tagër. Jam drejtuar gjykatës. Kur reagon gjykata, rruga i shqit. Trimnin tjetër e ka Regj Biberi. Them thonë nuk je si futesh as si fol për këtë punë, për vendin tëmë. Komunikova me Komisariatin e Policisë Tropojës edhe më thanë jo, nuk do vazhdojnë Fadrova Onelt. Kështu ndodhi për 3 ditë. Pas takimit me Zenel Kuçanën, Fadroma ka filluar punë mas dite. Unë ju kam drejtuar prokurorisë. Prokuroria lëshon një shkeres ku na lën. Prokurori më prezantohet si një njeri me keqardhje, por në pamundësi për ta zgjidhur këtë çështje. Por ju jep të drejtë. Absolutisht jep të drejtë. Rruga tashmë është hapur e plot, duke shkatëruar një pjesë të pyllit, gjë që sipas detës është bërë për arsye krejt të ndryshme nga ardha në ndihmë komunitetit. Kjo rrugë qorre pa krye është vetëm për të ardhur në ndihmë kriminalitetit, të rrasësh në midis pyllit, të hapish rrugë të re, në këtë kushte kur është kaq e nevojshme pylli, kjo është një çmenduri e vërtet. E dyta, rreth rrotull këtu, vazhdon me parcela ashashi ku unë s'kam punë me to. As më intereson ta millin ku të do, deri afër shtëpisë time kanë të lirë. Por ama kjo rrugë të çon në ato, sepse nuk ka një program, nuk ka një diçka si ka ndihmuar në afrimitetin me rrugë të një zone të banuame, apo të një turizmi, apo të një vendi ku trajtohen 2000 bagti në shërbim të këtij populli, nëse Det Martini ka nevojë sot me prej pyll, kur ka rrugën e pret malet. Pra i ka hap rrugën banditizmit. Kjo është rrugë bandite. Duke konsideruar si shkelje të rënd të ligjit hapjen e kësaj rruge, Deta ka kontaktuar me kryetarin e bashkisë. Kam komunikuar në telefon e kam thënë si shoku Regj, më tha kur më mirë jo. Unë kam desh me i shkuar në rrugën më njerëzore, më thon zotnie di se çka ke bë. Pse më del zot keqës? E kam pasi si javlen tha kur më mirë s'm kanë thash vazhdo, rrugë marr. S'jam marr më tepër. Më ka dhënë dorë një ditë dhe më tha njerëzit tha bojnë edhe gabime. E pranonte që kishte bërë gabim? Nuk e di, s'kam trajtuar tem. Më dha dorën tha njerëzit tha det bojnë edhe gabime. Gabimet që në realitet nuk janë thjesht të tilla për faje të dënueshme në bazë të ligjit. Frantuci është shembull i kësaj. Prandaj edhe prokuroria ka regjistruar procedimin penal, ndërkohë që akti ekspertiza i jep krejtësisht të drejtë Detës. Siç shihet nga dokumentat, rruga shtrihet përgjatë ngastrave 32 fraksion AB dhe 32 fraksion A të ekonomisë pyjore, nika e mërtur 1. Sipas kadastres pyjore, ngastra 32 fraksion B është kullot dhe ngastra fraksion A është pyllahu. Pra, eksperti pas marrjes në pyetje nga prokuroria tregon koordinatat e sakta se ku është hapur rruga, por ka dhe më. Gjatësia e aksit të rrugës në fjalë është 1110 metra lineare, nga këto 324 metra lineare rezultojnë kullot dhe 786 metra lineare në sipërfaqe me drur pyjor. Në përcaktimin e dëmit të vlerës në lekë për hapjen e kësaj rruge, bëhet me dije se janë prerë 88 drur të kategorisë diametrike 10.1 deri në 20 cm dhe 35 të kategorisë 20.1 deri në 30 cm. Tani të shohim pak se sa është vlera e dëmit të prerjes së këtyre drurve. Për diametrin 10.1 deri në 20 cm, një dru i prerë llogaritet me një dëm ekonomik prej 80.000 lekë të vjetra, kurse për sasinë në fjalë, pra 88 drur të prerë, vlera e dëmit është 7.040.000 lekë. Për kategorinë e diametrit 20.1 deri në 30 cm, vlera e dëmit ekonomik për një dru të prerë është 150.000 lekë të vjetra, ndërsa për 35 të dëmtuar për hapjen e rrugës është 5.250.000 lekë të vjetra. Shkurt e saktë, vetëm për drurët e prerë, duke lënë me një anë dëmin mjedisor në kurorën e pyllit, vlera në lekë është 12.290.000 lekë të vjetra. Por ka dhe dëmet të tjera ekonomike nga gërmimet. Për 1 metër kub gërmime për hapjen e rrugës, vlera në lekë e dëmit të shkaktuar është 49.500 lekë të vjetra. Nga matja e rrugës rezulton se gjatësia e saj është 1110 metra lineare, gjerësia 30, ndërsa skarpati mesatar është 2 metra. Vlera e dëmit të shkaktuar rezulton 1.628.350.000 lekë të vjetra, ndërsa vlera totale e dëmit të shkaktuar është 1.660.620.000 lekë të vjetra. Pra, një dëm për 1.660.620.000 lekë të vjetra, i shkaktuar nga firma kryetarit të bashkisë Regj Biberi dhe i konstatuar nga ekspertiza e pavarur e prokurorisë së Tropojës. Diçka e tillë është konstatuar edhe nga ekspertiza e OPG-s Artur Hykaj. Ky fundit ka mbledhur të gjithë dokumentacionin e nevojshëm të çështjes dhe ka dërguar më pas në prokurorinë e Tropojës, aty ku fle prej 2 vitesh. Alo. Zoti Hykaj, përshëndetje, si jeni? Mirë, si ato dhe? Ju marrë për të pyetur në lidhje me një denoncim që ka bërë zoti Det Martin Gjoli
kundrejt bashkisë së Tropojës për shkatërim pronë dhe falsifikim dokumentash, edhe ju keni qenë OPG i çështjes. A mund ta dim se në çfarë faze është? Prokuroria është në hetim. Çfarë hapash janë ndjekur? Akoma nuk e di. Po pse nuk është deleguar drejt SPAK-ut? Kompetence e prokurorisë. Mendonin se ka drejt zotëria që ka bërë denoncimin? Drejt ka për atë që ka ndodhur, po për mua ndaj nuk jap ndonjë gjë sepse është prokurori është. Ata mund ta shikojnë më drejt më mirë. Të mos harrojmë se ish kryetari i bashkisë së Fusharrëzit, Fran Tuci, ndodhet sot pas hekurave për një shkelje të ngjashme, për një shumë, pak a shumë të njëjtë. Ndërsa procedimi penal për kryetarin Byberi vazhdon të qëndrojë në zyrat e prokurorisë së Tropojës. Pse kjo prokurori nuk ja ka deleguar SPAK-ut një shkelje të tillë? Dhe pse hetimi është lënë në harres? Këtë pyetje mund ta bëj vetë SPAK. Bravo Eraldo. Bravo Eraldo. Ku janë bjondat? Ku janë brunat? O Flor. Do më bësh një pyetje për bjonda apo për brunën? Jo, për Myslimshyrin. A ke dalë nga Myslimshyri këto kohët e fundit? Po kam një 35, para një 35 pallatesh. Mirë më tani 2-3 muaj pas. Po, tani s'fund. Shiko, pa problem se ka shkuar e freskët fare, Piranja jon Kamila dhe ka zbuluar që në Myslimshyr qa nuk ndodh. Është një situatë konflikti. Një situatë që nuk ishte parë prej kohësh në atë zonë, që s'kishin parë ata, kishin parë dhe ato plakat që kthehen që kur bie shi, po këtë situatë konflikti kur? Një qift që ndahet, një qift që është i acaruar, një grua acaruar, që nuk do t'i japi burrat të gjitha kohën, ai nuk do t'i japi asaj të gjitha kohën, unë s'tja ty këte, ti s'vjen për këte, si ka mundësi më në të Shqipërinë tonë, kaq të vogël, çdo gjë mbaron. Mbaron jeta, mbaron rinia, mbaron lekët, mbaron shpresa, vetëm hallet nuk mbarojnë, vetëm hallet. A shohim këtë produksionin e ri të... Sa doja të thosha, ndjej era telenovel të re, ndjej në ajër. Ndjekim episodi parë. E ke vërre që dal nga dal po bëjmë si kinema? E kam vërre, po. Si fillim do të vim kokoshkat. Edhe gjitha kinemat e tjera po falimentojnë sa jemi hapur ne, e ke vërre? Suksesi garantuar. Kështu që ne kërkojmë të rriti rrogëve këtë rast. Si shton të ai në Elbasan për festën e ditës vetë, si fillim një lule, pastaj do vazhdoj. Këtë e presin montazh. E ndjeki. Viti 2020, i kërkova lek për bërë një egzaminim, sepse jam i smur nga minia, si ishte një shumë e madhe, shko me sa të matreta. Filloj kalvarit, është i kjo shpia, bërë divorcin, i këtë nga dyqani, nga biznesi. Se është biznesi im, se unë kam licencën. Kur nuk e mendoja që matë licencë o kurses, kem gjitho pasoja që i kam tash. Ky është nga rastet e panumërta, ku pas një divorci, prona bëhet mos sheri mes palve. Dhe fajtori në këtë rast, më shumë se sa me interpretim ligjor, zgjidhet me opinionin nga organet ligjbatuese. Si në rastin e këtij zotërie që quhet Refat Duro, është nga Tirana dhe prej 3 vitesh nuk po mundet të hyjë në pronën e përbashkët, në të cilën më herët jetonte me ish bashorten dhe 3 vajzat. Shkak është bërë ndërimi i Bravës së Derës së apartamentit nga ish gruaja e tij. Nga sa mësojnë fillimisht, mosmarrveshjet mes 2 ish bashortëve, të cilët aktualisht janë në proces gjyqësor për ndarje pronash, datojnë që herët që në vitet e para të martesës, si pasojë e migracionit, s'ka krijoi krisjen në raportin e tyre. Në vitin 91 u detyrova të shkoj në emigrim. Kisha 3 fëmijë, kisha edhe ti me motor, beqare në shtëpi. Nga Italia hidhem në Gjermani. Kur një ditë më sjell një letër divorci, në vitin 93 më erdhi letra, po s'kisha mundësi me to, sepse unë isha pa dokumenta, stabël, pa pasaportë. Gjermane isha me azvajs. Në atë kohë pas ka ndruar edhe shtëpinë, që unë nuk e dija. Për hir të fëmijëve u ktheva. Pas disa vitesh, kur marrëdhënia mes çiftit dukej më e konsoliduar, filluan problemet e mëdha që lidheshin me menaxhimin e të ardhurave të tyre të përbashkëta. Në vitin 2004 deva një dyqan. U punësua dhe ish gruaja ime. Kjo bëri një licencë që unë se dia. Mas 2004 nuk u vua asgjë gjë, mbasi kjo e majti koletën, shkruhet në gjyq për mos kryer detyrimesh. Ky thot ball dhunë psikologjike. 66 vjeçari pretendon se s'ka pasur asnjë lloj dhune verbale apo fizike. Përkundrazi, u detyrova të kërkoj urdhër mbrojtje unë. Policia nuk ma majti urdhën e mbrojtjes. Meqense ti ke shkuar i pari në polici për të kërkuar urdhër mbrojtje, prapë ne do t'i japim kësaj, tha ti do të largohesh nga dyqani. Dhe ashtu bë. I gjendur para zgjidhje, ai u detyrua të largohej nga prona. U largova nga shtëpia. S'pata kontakt as në lagje, asgjë, largohem larg. Në periferi të Tiranës. Me të mbaruar afati urdhrit të mbrojtjes, Refati vendos të rikthehet në apartamentin e përbashkët.
por kjo ishte e pamundur, sepse derën e gjen të mbyllur. Kjo kishte ikur në Itali, edhe Chelsea e kishte thënë si me bie. Ajo nuk pranonte ta hapte derën, kërkova ndihmën e policisë, u futa në shtëpi. Me datë 1, me datë 2 vjen ish gruaja ime vetëm për të firmosur urdhër mbrojtjes. Edhe më çojnë në gjyq. Unë jam bërë 2 gjyqe, të parën unë fitova. Sipas Duros, këta urdhra mbrojtje të një pasnjëshëm janë një manovër e ish gruas për ta mbajtur larg pronave të tyre të përbashkëta. Dhunë psikologjike që unë nuk e kam taku një herë, sepse nuk rrjeti, rrinë në fshat. Unë kam frikë të hyj në shtëpi. Në një përplasje në të cilën ende nuk është zgjidhur se kush është viktima dhe kush abuzuesi, ka edhe absurditete të tilla që duket që janë shenja banale hakmarrjeje. Rrobat ishin futur në përthas, nuk arrita të marr asnjë sepse sa dole nga gjyqi e mbylli goca derën, sepse kombinoi veprime me njëra tjetër. Si pasojë e kësaj qasje konfliktuale, policia dhe gjykatat u kthyen në vend takimet e përjavshme mes dy ish-bashortëve. Në një nga këto përballje, Duro pretendon se ish-bashortja e ka kërcënuar, që do ta fusë në burg. Marri urdhën e mbrojtjes, shkoj edhe bëj denoncimin për të hapur derën. Dikush e thirri nga krerët e policisë, rajonin nr. 3. Policia i dha pa të drejtë fare në urdhën mbrojtje. Dola në gjyq, e fitova gjyqin. Shtetasi Refat Duro ka qenë me vendim urdhër mbrojtje kundrejt shtetases Majlinda Duro, ai nuk ishte të drejtë t'i afrohej asaj deri në datën 12/7/2023. Automatikisht nuk mund të afrohej as në banesën e tij. Sapo ka përfunduar urdhri i parë mbrojtjes, është kërkuar sërish, pa pasur asnjë lloj kontakt, pa pasur asnjë lloj komunikimi. Nga ana e saj është kërkuar sërish urdhri i mbrojtjes me qëllim që ky mos kishte akses në apartamentin e tij. Sërish me të drejtë, gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë me vendimin e datës 14/7/2023 e ka refuzuar kërkesën e kësaj shtetases dhe që nga ajo ditë i përfaqësuari prej nesh nuk ka të drejtë që të ushtrojë tagrat e pronarit. Nga ajo ditë, atëherë sot unë s'kam hyrë në shtëpi. Brava të ndrua, kërkoj nga prokuroria, nga policia, që ma zgjidhë këtë problem me konsensus. Ndërsa 66 vjeçari bën thirrje për zgjidhjen e konfliktit nga organet e drejtësisë, dali në dritë fakte të reja mbi marrëdhënie me ish-gruan gjatë viteve të fundit të martesës. Ne kemi ndëjtur bashkë shumë vite të ndarë, de facto. Interiori u bë tash 2006. Ajo në dhomën e vet, unë dhomën time është 100 metra katror, dhoma nga dhoma është 25 metra larg. Banjën vete nuk kishim konflikt, po nuk tash do të më prezeka shtëpia. Për ta kuptuar një herë mirë se cila nga të dy palët po thotë të vërtetën, vendosëm të shkojmë së bashku me zotërin pranë banesës së tyre të përbashkët. Pavarësisht përpjekjeve të tij, dera apartamentit nuk hapet dhe duket qartë se brava është ndëruar. E vetmja zgjidhje është ballafaqimi me ish-bashorten, e cila aktualisht ndodhet në biznesin pranë apartamentit të tyre. Përshëndetje, unë kam marrë të marrë çelësat, të marrë rrobat. Du të hyj në shtëpi. Shpjeni. Çelësat dhe shtëpisë desha. Me ty po flas. Pas injorimit për disa minuta me radhë, sikurse të ishte inekzistent, ish-gruaja më në fund përgjigjet. Ka mundësi të lutëm vazhdoj? Ku vazhdoj? Unë nuk të shqetësoj për asnjë gjë. Ti llap poshtë për pjetë çfarë nuk gjë nga gruaja, të lutem do marr policinë. Po marr rrobat e mia. Ti s'ka dhe një gjë nuk e di. E ndërsa tonet janë ngritur, mundohemi të kuptojmë edhe versionin e zonjës. Zëja Majlinda, jam Kamila Xhakaj, gazetare emisionit Piranja. Ka mundësi të lutem? Ma thoni, absolutisht. Unë nuk po ju akuzoj. Unë dua vetëm të di si është e drejtë. Unë jam në proces gjyqësor. Ne jemi në ndarjen e pronave. Ka 3 vjet që kemi nga shtëpia, vjen tani më thot mua të futem në shtëpi. Me çfarë logjike ne kemi të divorcuar? Prona nuk është ndarë. Ka marrë çiksi këtu 2 vjet përpara, e ka humbur. Se nuk ja jepni një çelës të ri. Më ka marrë telefon policia, kush disa herë dhe kam thënë, lajmëroj zotin Rifat sepse rrobat i ka jashtë. Zotria ka pjesën e tij në shtëpi, pse nuk hyn vetë në shtëpinë e tij ti marr rrobat, po duhet ja nxirrni në rrugë juve. Isha me urdhër mbrojtjes. Sa jeni ka shruar shumë psikologjike, dhunë fizike, maskaralik. Gjitha i ka bërë ai, do t'i bëj. Është kërkuar nga shtetasia Majlinda Duro, marrja mas provizore të lënies në përdorim të apartamentit. Kjo kërkesë është rrëzuar, është refuzuar. Pra, marrja mas sigurimit të padisë, çfarë i jep të drejtë këtij shtetasi të ketë akses plotësisht në apartamentin e tij. Përveç shtëpisë, një tjetër pronë e përbashkët
të cilës janë dëruar bravat, është edhe lavanderia e tyre. Ky dyqan është në pronësinë tuaj. Është po normal, është me dokumenta. Është Sadi në emër tim. Asaj i takon gjysma. Pa ma jo tash ti. Kur të ndahet, po mori gjysmën, halal e ka. Po jo tash më vej më të ndroj bravat dhe alarmin. Nuk i lejojnë të ketë akses në pronat e tij, cilat ai me të drejtë duhet i vjel të ardhurat, në ai është një biznes fitimprurës, të cilin ai ka krijuar me të ardhurat e veta në emigracion. Ne kemi bërë kallëzime të vazhdueshme, kemi marrë dieni për vendime mos fillimi procedimi penal, e vetmja forme jona ka qenë ankimimi ndaj këtyre vendimeve, ka dalë një vendim gjykate i cili e urdhëron prokurorin që të kryejë veprimet përkatëse dhe e vetmja gjë që na ngelet është të presim. Sipas avokates, vepra penale do të ketë pasoja të rënda. Shtetësja Majlinda Durosh ka zuar për veprën penale të vetë gjyqësisë, të parashkruar nga 277 Kodit Penal dhe sipas kësaj dispozite, cilësohet si kundravajtje penale dhe kemi një dënim nga masa me gjop deri në 3 muaj përkim. Unë zut bëjt bëjt e gjyqësi. Unë do të ndjek deri në fund këtë problem vetëm me drejtësi. Ka parimin, më në fund e ka parimin. Unë isha dram fare, ti për qeftat, unë për qeftim, gjithsesi nuk ka rëndësi, sepse kështu për qeft të tyre kanë qenë edhe variacionet e komenteve në rrjetet sociale. Me zi po pres, qofse ka një gjë që me zi pres para se të flej gjumë, është pikërisht. Shikërisht ky moment, sidomos momenti kur lexon emrat e atyre që kanë shkruar. Për shembull, këtu kemi të bëjmë me një që quhet Hariat 902. Është temperatura në cilën vlon. Pse thoni pas pak kur jep një reklama, thoni pas shumë, gjysore tu prit. Unë kam një thirrje për ty. Si nuk të vjen tur, po ti s'na dash këtë mirë njerë. Thuaj u shtofshin sa më shumë reklamat. Mirë, për ty, vetëm për ty. Tani kur mbarë emisionin, rikthehemi pas nesër. Okej? Vetëm për ty. Mesazhi i dytë. Ka ardhur nga Clement Bonelli 2882 është pasuardi i Clementit, kartës së bankomatit, që kush e njeh, merr një kartën. Thot, ftoni dhe prekurorin aty dhe i bëni një turke. Bëhet fjalë për rastin avokates, që ishte ftuar në shtëpinë e personit që mbronte, gjithsesi është super ide, është super ide. Nëse unë them që edhe në gjykata për shembull, shpërndahet një kafe turke, pastaj të filloj. Iku ajo kolale. U bënte dikur. Ta këtu pi kafe jepe vendimi kështu, a mos shem fare ta kërcasi këtu çekiçin unë ta. Po kafja kështu me pjatë me një brenda, po me karamel. Armand Kcela 3420. Është kodi i bankës Armandit, kush e njeh, mund t'ia marrë, marrë punë. Dhe ky komenti më pëlqen shumë sepse i referohet atij personit që mashtroi te Piranja, thotë, ky që nga për deputet e meriton. Ti se di, po ai është aq mashtrues sa që ai është deputet. Po se kena marrë vesh nga akoma. E më lëre tani mos diskutojmë se ka dhe familje. Po. Kush ka familje nuk është i përjashtuar nga këto histori. Ja kemi bo halal. Mesazhi tjetër. Dino Lulieta 9803. Prit ta lexoj unë këtë se ky është kompliment për ty. Po. O Flori Binaj, e qan me lot melonin, sidomos me ato sytë si të ishe i familjes Simpson. Shumë faleminderit, po të lutem shumë, mos e të pro. Flore, ke parasysh që për çdo aktor ka një rol të jetës, ti e ke gjetur tëndin. Thua? Është meloni. Sa po më hodhi poshtë gjithë personazhet e tij. Jo, me. Çido. Ke meloni, gjithë ky pje për këtu. Mesazhi tjetër. Big Albania 4777. Kjo vetëm Serbis i konvenon material për serbët për të blerë kohë në proceset. Bravo Shqipëria, bravo, çka të bëni joti nuk ta bën askush. Mor Big Albania. I referohet skandalin me Mekforin. Po, Mekforin që shisën uniformat për sasi lëndësh narkotike. Po sikur të ishte një personazh, një kriminal serb për shkakun që ti blen këto uniforma. Ç'a do ndodhte pastaj? Eksakt. Pra kjo i shërben dhe kësaj gjëje, që ti shmangemi kësaj gjëje. Mos shifni gjithmonë vetëm një krah. Një anë medalje, sepse nuk e di se si mund të keq përdoreshin më vonë. Mirë, shkojmë te një tjetër koment tani, Free Palestine 365. Ju keni vu kësaj avokates kot. Kot. Lutem, Tu këtë drejt. Më fal. Tu? Jo. Kaq. Nuk flasim më,
Sepse nuk e di pse mu bë mishi kokra tash. Nuk flasim fare? Jo, nuk e di se çfarë do ndodhi. Nuk flasim fare? Apo flasim? Flasim. Nuk mrija, duhet flas. Erdhi momenti. Me thënë drejtën, ajo që do ndikim tani nuk është se ka nevojë për shumë fjalë. Ashtu? Mund edhe thjesht të vetë prezantohet, sepse është personazhi i momentit më. Më thuaj një personazh që konkuron. TikToku për kësaj habuk. Ne nuk po rreshti koment në rrjetet sociale. Të gjithë kërkojnë episodin e 3 Esma 3, The Revenge of Kaçi. Mirë kjo më Flor. Po e ke parë se ç'është bërë në botë për Esman? Si në botë? Në botë, ndërkombëtare situata. Mos u tall. Po është bërë, unë e pash në Times Square, më nisën me foto, me video. S'ka mundësi, lutem regjien. Shifa. Ja, ku e ke, Wall Street Journal. Ja, ku e ke, ja. Nëpër City Light. Nëpër City Light, mo Madrido, Barcelona, Milano, gjithande e ke. Shik këtu, galeri arti është kjo, çfarë? Po galeri arti. Se më rëqef mishi të shi dhe më thënë, ëndra e qdo artisti të dilte në për këto vënde, bravo. Ti shiko, ti mos e merr kaq shumë, mos u mërzit, se në fund të ditës është thjesht çështje janë ca njerëz që janë të lindur me ylli në ball për të qenë në qendër të vëmendjes dhe për të dashur nga gjithë. Gjithsesi, nuk kanë qenë shumë të kënaqur edhe çunat tonë të montazhit. Po se i vijnë mesazhe gjithkohë, ç'a bëhet me Esman, biles dëgjova këto të rrjeteve sociale, than, po më erdhi dhe një mesazh tjetër për Esmana, e lash punën. Thënë iku e më të shkoj. Iku. Unë i uroj shumë suksese në çdo program televiziv që do shkoj, ha? Është për natën tonë. Çojmë fëmijët në urgjencë. Çfarë ka fëmia të doktori? Nuk flen, nuk ha. Po jepi çike Esma me pika. Jepi Esma me pika për 5 ditë. Sa naksi ka ikë nga përdorimi. Çfarë përdoret tash? Esmax. Nuk di. Por je gati ta shohim. Edhe në Burj Khalifa në Dubai. Në Burj Khalifa se pash aty, unë e pash në Times Square. Më çuni foto, po thash montazh. Mirë. Gjithsesi ne do të shohim tani zhvillimet më të reja në mega hitin e Piranha Flix. Po. Se kemi hapur edhe këtë, s'ka më Netflix. S'ka më. Do e falimentojmë dhe Netflix deri në fund. 5 euro në muj këtu kene. E di si titullohet episodi 3. Esmaja në udhkryq. Regjia Lediona Gjeladinaj. Më falë se është telefoni. Telefoni? Po? No, under 2 million, no. Nuk është më. Tatë Netflixit, ullin i qikët, po jo, më nuk ka shanse. Nuk e shesim. Jo, nuk shitet Esmaja, nuk shitet. No. E ndjekim. Në Facebook, ishëm shumë të lumtur. Nuk largohesh me ty. Nuk e ndjej lumturinë taj. Kam marrë vendimin e dur sot që jam larguar nga ajo banesë. Kjo për mua është ka shtrusën. Si ta maj unë shpi këto? Dua ti denancoj t'i fus në burg, se më ka shkatruar familje. Kur të mori, çfarë të tha? Më tha që do të mbaj. Po, çfarë të tha tani? Tani më tha nuk të dua. Alger tashi mos e bëf pikën e haj. Çdo gjë e humor i fund. Ma vini mua vajt pak.
Na kishte munguar Esmaja. Ne dhe ju. Prandaj vendosëm të takojmë plot 2 javë pas kthimit të saj në shtëpi, pranë 2 vajzave dhe kaqit të saj. Më të mendën të gjithë për Esman, po të hap telefonin vetëm Esmaja. Për te çfarë ka ndodhur, është bërë personazhi më i dashur. Ka thyer telenovela turke. Kastrioti nuk e humbet asnjëherë sensin e humorit, por gjithë vëmendjen e ka marrë heroine e kësaj telenovela. Unë jam shumë e lumtur që erdhe, edhe të pash, të takova përsëri, jam shumë mirë. Faleminderit që më mi pritet edhe një herë. E gjithë Shqipëria flet për Esman. Të gjithë shkruajnë, kërkojnë të dinë se si është jeta jote tani. Po, ja shumë mirë. I ke parë video? Po, i kam parë gjitha. Në këto 2 javë, jeta e Esmas ka ndryshuar. Dhe kjo, falë këmbënguljes së saj për të bërë atë që do, dhe dëshirës për t'i thënë gjëra thjesht dhe troç, pa asnjë kompleks. Po komente që thon gjithë Esmaja. Po i kam parë dhe në TikTok se më jeni princeshë Esmaja, thash në disa të tjera shumë. Mendoje që do bëhesh kaq e famshme? Tani e mendoj se më thon të gjithë që e bëre famshme, ke dalë në rrjetet sociale në gjithë anë ban. Por ke bërë zgjidhjen e durë që e kthyer tek familja. Po, patjetër. Kjo është shumë e rëndësishme. Po. Një fakt që na ka gëzuar të gjithëve, por zemra e Esmas natyrisht që e ka vuajtur këtë situatë. U mërzite në fakt. Po, shumë. Çfarë të mërziti më shumë? Më mërziti zhgënjimi, sepse kur një njeri krijon një besim, nuk duhet t'ia kthesh në një zhgënjim. Por mu nuk e kisha njohur ashtu zotin Algert, por më doli ndryshe. Edhe familjen e atit nuk e njohja ashtu. Sidomos babain. Kjo për mua është mashtruese. Si ta marr në shtëpi këtë? Që tha për mua është një mashtruese, unë nuk mundem ta shoh me të as ata asnjë. Por a është Algerti një kapitull i mbyllur për Esman? Unë nga i person që bëhet fjalë ka me qudor, sepse jam ndër nga familja ime. Ti do rish shumë e qetë, ajo është një e kaluar që i kemi hedhur pas krave, arsye vetëm ta është që të të shikoj se si je ti, na intereson a je mirë me shëndet edhe me jetën shumë mirë. Po jam shumë mirë. Jam shumë mirë. Por atë person nuk do të ekzistoj më, asnjë shqetësim nuk dua, ai të shikoj jetën e vet, sepse e mora hapin dhe ika te ai person kur familja e atit më shtyti. Dhe unë nga ai person nuk dua as të ekzistoj me emri atit. Je e zhgënjur? Shumë, nga familja atit dhe nga i vetë si person. Është një djalë mashtrues, mirë mua, po të ka mashtruar dhe ty që nuk të ka thënë që unë kam 2 vajza. Edhe familjen e vetë, kur baba im i ka thënë që vajza ime a e di që është e martuar dhe po bën 9 vite që unë e kam martuar vajzën. Sidoqoftë, ne duhet ja tregojmë Esmas këmbëngulin e Algertit për t'u rikthyer me të, pavarësisht se e dim përgjigjen e një gruaje të re që ka humbur dashurinë e prindërve për shkak të tij. Ai vazhdon që këmbëngull që të kthehet tek ty, edhe familja e tij. Ajo flet për mua Lediona e shpalosur dhe nuk kthehet më mbrapa. Mua nuk më flet as vllai, as babaj. Sot në këtë ditë sot nuk më flet asnjë nga familja ime, për arsye sepse ikat e ai kur lash 2 fëmijët e mi mbrapsh. Pra legjit s'ka vetëm për të qenë me atë. Po, kur ai nuk e diti. Ai më ktheu shpinën dhe unë nuk kthehem atë ai kur. Ai thotë që çdo gjë e bëra nga tronditja, nga presioni. Ai ka mashtrime ato. Fare nuk kam punë fare për mua nuk ekziston ma i ron apo nuk ron as ai dhe as familja e tij. E ndërsa flasim për ish të fejuarin që e braktisin në mes të 4 rrugëve dhe shgënjimin e madh që landarja nga ai, Esmaja na befason me një lajm të papritur. Presi fëmijë të tretë që ai ta di. Jam në muajin e 3 të shtatzanisë edhe nuk dua t'ja di fare se çfarë thot ai. Ç'a thua? Më Esma po na ke dhënë një lajm shumë të bukur. Po. Lajmi i pritjes së një fëmije na ka gëzuar të gjithëve, por diçka na vjen në mend menjëherë sapo e marrim vesh. Esma, ti ke qenë shtatzan dhe në momentin që e larguar me Algertin, nëse do kështë qëndruar atje dhe do mësoje që ishe shtatzan, që do bëje, do rije me Algertin? Ai nuk do ta pranonte, kështu që ai do e hite, sepse thoshte nuk është fëmija im. Dhe do ktheheshe sërish te Kastrioti? Po normal, sepse është babai fëmijës. Pavarësisht këtyre luhatjeve të Esmas, zhgënjimi nga Algerti vazhdon ende. Plaga është ende e freskët. Po çfarë ka ndodhur atë ditë kur Algerti e rrëmbeu Esman dhe ju betua për dashuri derisa vdekja t'i ndante? Kur ishte në Elbasan, çfarë tha? Ne kemi ikur ditën e marr. Ditën e mërkur ka parë denancim babi im në Elbasan. Edhe ka thënë që zoti Algert më ka marrë gocën ku ka qenë martuar, ishte dhe Kastrioti atje. I ka thënë ai polic e do apo e ke marrë për të shitur. Unë e dua, ka thënë dhe ka bërë deklaratën atje. Edhe babai tim në syt ka thënë e dua. Ditën e ejte, babai Algertit ka marrë Kastriotin në telefon, i ka thënë që hajde merri sepse ke gocën smure, ka gënjur, nuk e di çfarë gënjeshtra i kanë shpifur ata. Kur nuk ishte vërtet, goca ishte mirë të Pse gjithë të gënjeshtra kur ai të donte?
Nuk e di, kishte frikë. Një mashkull që nuk i del për zot familjet, mua më duket se ajo është djalë mamae. Për të zotur, edhe ne që jemi femra mund t'i dalim ballë jetës tonë. Kjo çfarë ka ndodhur, ka krisur marrëdhënien e çiftit të ri me të afërmit e tyre. Kur e kam parë historinë nga të afërmit tuaj, kush janë ata të cilët e kanë përjetuar më keq? Për normale që asnjëri si vjen mirë. As babai tim nuk i ka ardhur mirë. Çfarë ka thënë? Më ka thënë që ma ke ullur kokën. Kur ai person unë e njofa, e kisha, e prita si dhëndër në shtëpi, i prita si krushje në shtëpi, kur ai ty të ktheu shtëpinë të lanë në Tiranë, në muajin korrik, familjarët e Algertit e kanë marrë Algertin dhe kanë ikur. E bën sikur ajo zonja se nuk dua ti përmend sa emër se nuk më intereson, ishte smur, ishte në gjendje keq, edhe motra ime i ka thënë si do e lësh në Tiranë edhe do ikësh. Kjo nuk ka përveç te ka humbur gjithë familjen. Po jo unë një ditë, 2 ditë kur vajta te shtëpia sepse një çelëse kishte ai, një çelë unë punoja marketit të vajta të shtëpia, kur shiko, dollapi i shtëpisë ishte hapur. Algerti kishte marrë rrobat e veta, çdo gjë, edhe kishte ikur pa më thënë mua. Kur e ka marrë në telefon, më ka thënë, unë ka mami shumë keq, edhe po i ka unë asaj do i bjerë një paralizë me gënjeshtra. Por ne kemi kuptuar shumë vonë që ai na ka gënjyer, na ka mashtruar. Po mirë më Jesma, po herën e dytë. Thash se kishte ndryshuar mendje dhe u kishte treguar familjarëve që unë kisha qenë e martuar dhe kisha në jetë 2 goca. Sepse unë fëmijët në asnjë moment nuk i kam mohuar, sepse ata janë fëmijët e mi, kudo të shkoj, janë fëmijët e mi. Esmaja i ka idetë e qarta kur bëhet fjalë për sakrificat e dashurisë, por tashmë ndjenjat i kanë lënë vend pendesës. Mendojnë që ishte një moment dobësie që ai të gënjeu. Ishte pun momenti, po du ishte menduar, sepse kur e mendon tani, thua pse e bëra unë këtë gabim, sepse çdo gjë mund të kesh ulur familjen. Nuk dua t'ja dia për asnjë më. Dua të shkoj familjen time. Pa ju dashuria që kishte për Algertin. U shua, sepse një person kur të gënjen, të mashtron një herë, ti e beson me gjithë shpirt, te për atë Zot që është lart e kam dashur me gjithë shpirt. Tani nuk më intereson asgjë, për mua ai person nuk ekziston më në jetë. Nga ky moment i sotëm, të më lëri të qetë, as një shqetësim, as një gjë më të vogël, nuk dua t'ja di. Nëse u ta kisha përballë, çfarë do t'i thoja? Do i thosha që ti për mua je një dër mashtruesi edhe mos i pafsha më syt. Por femrat kanë gjithmonë sekretet e tyre që shpesh i ndajnë me njëra tjetrën. Pavarësisht se Esmaja ja ka rikthyer zemrën dhe trupin Kastriotit, një fije kureshtje ka mbetur ende atje, 60 kilometra larg, te Algerti. Dhe në të tilla raste, jo gjithçka i tregohet burrit. Prandaj jemi femra. Dua të shoh çik mesazhet e atit se ka pikësim. Me ku e kam telefon? Ama që të ka shkruar. E të më ngerti do Esma po, thot, çfarë ndihmë të duhet nga unë të jemi të dy një takim të tre, unë ti dhe ajo, thot, dhe ti t'i shpjegoj çfarë ndodhi atje, se ky thot që unë më bën presion që të them që thuaj që nuk e dua. Gënjen. E do Esmani ka thënë ai? Jo, nuk e dua, ka thënë. Po pse e mori? Ka thënë se Po, për Zotin, ja mos lëviça deri këtu. Çfarë thot, na ndan me Esmanin, çuan në dom tjetër, mua më futën në dom isolimi dhe ishte njëri që më vinte me letra ndorë, thoshte 7 vjet burgë dhe më kanë të rritur derisa më ra 2 herë të fikë brenda. Gënjen. Tani ky thot që unë do vras veten nëse unë nuk jam. Prit, Lori këto do ta shpjegoj për vetë lumturisë timit se radhën. Më qenë shumë keq, të lutem do jap fund jetës, lutem më ndihmo, lutem kur të marr telefon kur je lir, dua të flas me ty ose Gerti që të njoftë edhe pe atë ditë do vras veten do jap fund. Nuk ka gjë. Mendon se e vret veten? Po nuk e vret se ky është një dër mashtruesi dhe Lori këto dhe i thuaj që fotot e mia ti fshi sepse nuk më intereson asgjë dhe nuk dua ta shoh. Për mua ky nuk ekziston më në këtë botë. As do t'ja di, se ron se nuk ron. Shihet qartë se zemra e Esmas nuk i përket me Algertashit, tradhtarit i cili nuk meriton as pak dashurinë e saj. Por ama 2 fjalë të fundit kërkon t'ja thot. Merr telefon tani dhe i thoj. Po ja ta marrim mirë. Nuk e hap. Ka që, hajde këtu. Ja tregova edhe Esmas mesazhet. A di çfarë kërkon? Hajde thot shkojmë bashkë edhe nëna e tij që t'i shoqëroj unë, të shkojmë atje. Edhe ta takojmë Esman. Nuk kam punë fare me të. Ai nëse do rrugë tjera ja tregojnë edhe rrugët e tjera. Nuk i kam frikën askujt. Kaçi ka treguar se tani e tutje nuk ka më metoda të buta. Dhe Esmaja i përket vetëm atij. Por vulën këtë diskutimi ja vë gruaja e tradhtuar, që i nisi mesazh të fortë ish partnerit. Vetëm ta kisha rrahur një herë atë. Të gjithë më kanë thënë se nuk e rrafe kur e kam parë në televizor. Po një grush donte dhe të binte me ata. Në këtë batutë të thënë plot shpirt nga Esmaja, vret i gjithë zgënjimi që ka pësuar, jo vetëm nga Algerti. Më kanë zgënjyer si familje. Por nuk të ka zgënjyer? Ai Kastrioti.
Më Kastrioti. Fjalët e mia nuk I djoja kur I thosha. Po fut ku vete. Mos ndave fëmijë çapo verme, ndave fëmijë. Ndave fëmijë ku vete. Tashi ka ardhur vetë te fjalët e mia. Mirë, se njerëz gjithë bëjnë gabim. Tashi gabimu të bësh një herë. Sa herë ke falur? Here 5. 5 herë më Esma, të mashtrohesh 5 herë? Here 6 nuk e fal më nëse e bën, po ja them publikisht. Kjo deklaratë publike e Kastriotit vjen pak minuta pasi e ka kërcënuar rivalin e tij në dashuri, të cilin e kanë postur për 5 herë me radhë. Çdo njeri ka mendjen e vet. Unë kam mendjen time që e fala 5 herë. Nuk gjen si Esmaja, ta dish. E ke parë se sa e duan gjithë shqiptarët. Po mirë, nuk po them se duan. Më shumë se ty ja. Pa dihet. E ndërsa flasim për atë që ka ndodhur këto 2 javë, kurioziteti na shtyn të mësojmë më shumë për raportin mes çiftit më të famshëm në Shqipëri. Më tregojnë çiksi e njohur me Esman. Unë këta e shumë në rrjetet sociale. Ishte 17 vjeçë ku jam njohur. Edhe këta e kam rrëmbyer në fakt. Si e ke rrëmbyer? Natën. Ke shkuar tek shtëpia? Te porta. Edhe të ka dalë Esmaja? Po, e kam marrë në shtëpi. Pastaj kam marrë baban telefonin, kam thënë këtu. E morajte. Po. Ky po që është rrëmbim prej burrash të vërtet. Jo si ai Algerti që e priti Esman në hyrje të fshatit pa guxuar t'i afrohet asnjëherë shtëpisë së saj. Po përveç kësaj, në ndryshim nga rivali, Kastrioti ka edhe parime të cilat duket se I ruan të shenjta. Ishte çup, nuk është se ishte e fijore martur që unë të shkatërroja familjen dikujt. Nuk do ta bëje kur? Jo, atë kur. Po shkatërroj familjen dikujt jo. Ndërkohë keni sa vite bashkë? 9 vite. Dhe do jeni gjithmonë bashkë. Po normale, nëse nuk bën më gabime. Unë nuk kam ndërmend fëmijët I la rrugës, unë çupun e kam edhe jeta. Dua t'i shkolloj që të jetë dikush I fëmia në jetë. Mos të vuj që kemi vujtur ne. Kur ka që përmend fëmijët, Esmaja ka menjëherë diçka për të shtuar. Kam të merruar fëmijët, nuk është e mirë që ti ikësh dhe të lësh fëmijët rrugë, sepse do I paguash një ditë. Gjuna e fëmijës të zë kudo. Nuk më intereson asnjë burr. Edhe nëse diçka ndodh me Kastriotin, më mirë nuk e përjetoj më martesë. Do rris ata fëmijë t'i shkolloj se gocën e madhe ka me 10-ta, është klasë e 2. Esmaja u kthye në kryefjalë të këtyre 2 javëve. Bashkë me të, edhe Kastrioti, I cili me sa duket I ka qëndruar gjithmonë besnik vajzës që ka dashur që kur ishte 17 vjeça. Po ti Kastriot më thoj të vërtetën, ma e ke tratuar ndonjëherë Esma? Jo. Nuk e di, asnjëherë nuk dihet. I kam thënë kaqet, nëse ikëm prap do më të rasësh, nëse aty po të them, nëse të bezdis, ose të tradhton, tani ai e ka allauze. 5-0. Moj Esma thonë të gjithë inshallah gjejmë një si kaqe që do Esman. Nuk I dihet varet. Çfarë nuk I dihet? Mos na lër me mendime. Nuk e di. Ky dyzim I Esmas na frikson pak, por ajo na qetëson menjëherë. Nuk bëhet me ajo, thë iku ajo, po kapitullu mbyll, thë ishte për vitin 2023, jemi 2024. S'ka ardhur akoma. Krahas një trekëndshë dashurie që përfundoi me triumfin e Kastriotit, ky çift kaq simpatik na kanë lënë edhe disa batuta që qarkullojnë pafund në rrjetet sociale dhe ne nuk mund t'i lëmë pa I përmendur. Po mirë mo Kaçi, na ke vënë në sedër gjithë burrat me 2 milion lekë në xhep. Do mund të kisha edhe 20 me vete, ashtu do të kisha nxjerr të gjitha. Po mirë më pa ata që s'ka, na e ke vënë sedër. Se di, të punojnë si mua. Atë shprehjen se gjithë më të thonë, nuk e kuptuam dot çfarë do të thoshte Esmaja me mos të rënd I njom në prerë. Jo, mos të hedh të njom në prerë. Që inshallah ai mos të ketë asnjë kohë familje, kur ai më drejtoj të më shkatroj familjen. Asnjëherë ai mos të ketë fëmijë në krah. Ma ka treguar gjyshja si histori. Dhe pas historisë së gjyshes, një këshill për të gjitha vajzat. Për ata që vuajnë për dashuri, çfarë këshille do t'ju japësh? Mos besoni, se po besuat bini në gropët. Më mirë lini në dorë të Zotit, sepse po ta duash një person me shpirt gënjesh shumë shpejt. Dhe që kështu mos duaj. Më mirë dashuria lërit kur t'i vi ora vet. I dua të gjithëve dhe I faleminderit shumë. Uroj dhe ato vajzat t'i duan meshkujt siç të do t'ju Kaçi. Unë uroj që gjithë vajzave t'i duan bashkëshortët si më do mua Kastrioti. Ha, moj Esma. Ke harruar çakmaun, Lediona. Qa është kjo? Kjo të thoj që do vi prap? Po, normal që do vish. Digja, si ishte ai muhabeti magjistrecës? Po, ajo shumë e keqe dhe ajo I bën ato magjit ajo. Është magjistreç që çuditshme. Po se s'ma solle një më Lediona ta kisha Esma, je fantastike, ke thyer çdo rekord. Me telenovela turke me çdo gjë. Ti je një magjistrecë. Kur rajet e zemrës arrin t'i kapërcejnë hijet e së shkuarës, dashuria arrin ta mposht frikën e së ardhmes. Sepse dashuria është një privilegj që jo të gjithë e kanë,
por edhe një shenjë fati të cilën pak njerëz arrin ta vlerësojnë. Dhe ky fat nganjëherë insiston dhe të kthen 2 herë, 3 herë, 5 herë tek i njëjti person. Herë të 6 nuk mund të ketë. Më premton që do jetë dhe një pjesë e 4? Së pari njeri urojmë Esmas që të ketë një shtatzani sa më të thjeshtë. Qa ke më? U emocionove? Isha që bukur për të baruar ka shpejt. Jo më jo. Si Esmaja thojmë përgjithsi? 3 seri ka të pak. Kushta? Kushta që Esmaja ka 3 seri? 3 herë ka qarë populli shqiptar. Kushtë të thatë? Për Katanin. Kushtë të dyti? Për një fil tjesë se maj vete. Edhe për Esman. Flori, për mos mërzit. Po si mos mërzit, që shumë e bukur. Flori, mos mërzit, se kemi... Pas ka qenë e shkruar. Kemi të reja. Kemi të reja. Që do të thot? Kemi një... Serit 4-te? S'ma bërë një shqimo... Kemi serit 4, por duhet presim. Duhet presim se duhet i rëmë sigurisht edhe Esmas kone vetë. Pa tjetër, presim ne. Kur pritëm 38 vjetë për ta parë. Jo, dhe më kaq, po do të presim edhe një javë që të rishihemi. Se mbaroje? Po mbaroj. Që bëni më këshu, si mbaroni këshu këj shpejtë, që bëni më këshu. Mbaruam. Erdi fundi, dashur miq, ju falenderojmë gjithëve që na ndoqët nga fillim deri në fund, ju që na shihnin në kanalin ton YouTube Piranja TV. A ke ndonjë mesazh për t'i dhënë njerëzve? Mesazh. Në një mesazh të rëndësishëm. Eci me kujdes me makinë. Shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme, sidomos në fundjavë që... Kush ka gjysh dhe gjyshe, rrini me gjyshe dhe gjyshe. I bëni ndonjë telefonat nëse nuk i keni afër. Dhe ju që keni bërë një pislik, ti lutem Zotit. Jo, kujdes. Piranjat kafshojnë!